Të nderuar teleshikues së mirëmbrëma. Afera e Bankës Petroleum, ndër aferat më të mëdha në historinë e Shqipërisë, është thuajse një hije dhe pse po hetohet nga SPAK. Në fillim në Fier, pastaj gradualisht prokuroria e Fierit ja kaloi SPAK-ut. Tani ne jemi duke parë një dosje voluminoze, Shqipëria është e mbushur me plot të tilla. Nuk e dim tani sa mira faqe është kjo e bankersit, por do të mësojmë gradualisht. Ne sot do të merremi posaçërisht me këtë pikë dhe e theksojmë dhe njerë që është një aferë që ka futur duart, këmbët, hundët dhe gjithë shka tjetër, politika shqiptare të dy krave. Ka bërë shka dashur aty, me pasurinë në toksore të Shqipërisë, dhe pastaj, sot është shumë e vështirë të futemi dhe të shikojmë çfarë ka ndodhur aty, edhe pse miliarda dollar nuk dihet ku kanë shkuar. Tani, ku janë hetimet? Çfarë është zbuluar? Cilët janë zyrtarët që dyshohen për abuzime dhe kompanitë që kanë ndihmuar bankersin të fshehtë ardhurat. Për këtë, dhe në pjesën fundore të emisionit, po jo fundore, është një lloj si tjetra, ne do të flasim, kemi disa pyetje për skandalin e mbetjeve të kurum, që do të flasim dhe do të përmendim dhe në këtë emision. Sepse edhe këtu ka një terr të jashtëzakonshëm. Domethënë, politika është e kapur të dy pjesët ekstreme të politikës, majtas djatës janë të kapur fort, një lloj si te bankersi, edhe nuk flasim. Të ftuar në studio për këtë problematikun kam Klediana Lala, gazetare drejtuese në Shënjestër, faleminderit. Mirëse gjitha. Se stazë 24 rroba dhe e shikon e fani dhe thot bën vrejtje, thot pse nuk u përmend televizionin. Ola Xama, gazetare drejtuese e Kronos në televizionin ku ne jemi bashkë, mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Mështi Murizi, ish deputet i Partisë Demokratike, shumë shpejt u ktheve ish deputet dhe ti. Ma mirë. Pse më mirë? Mund të thoshe gjëra. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Zoti Andi Bushati, faleminderit. Përpara se të flasim konkretisht për hetimet e SPAK, zoti Murizi, çfarë është sipas jush afera e Bankës Petroleum? Ju e shikoni dhe në planin e keni parë vazhdimisht, jo vetëm si moment investigus, që është detyrë e gazetarëve përgjithsisht, por e keni parë politikisht. Çfarë është kjo aferë dhe kush është i përfshirë në këtë aferë? Ju gati e thatë në fillim që gjitha qeverit nga 2004 për mu. Teknikisht pastaj gjithë ministrat e financave, gjithë drejtorët e përgjithshëm të atimeve dhe drejtorët e përgjithshëm të doganave. Pastaj duke parë dosjen e tij, 170 sa faqe më duket, dosja e Fierit, se SPAK duket se po hollohet si dosje. Sa kohë që ata që u arrestuan me bujt madhe në Fier, 2 ish administratorë, një në detyrë dhe një përpara, kur erdhën SPAK, ai që ka qenë periudhën më të gjatë si administrator, doli nga arresti dhe për çudi as i media, as i portal nuk piptiu të japi lajm. Pra Fieri arrestoi, SPAK-u e nxori. U marrë dhe vendimin në gjykatën e apelit, në GKKO, që e la po në arrest shtëpie, pra dy kinezë, kinezin ekonomik dhe kinezin genetik. Kinezin genetik është në Burg, vazhdon, se ai nuk një Evropë, ky genetiku. Dhe ky ka qenë 43 ditë gjësej administrator, ky genetiku. Është arrestuar pse s'ka zbatuar të martën vendimin, e kanë kapur kurrën. 43 ditë ka ardhur në fund ajo. Dore fundit ka qenë ky. Ky po tallogaritsh me gjithë kinezë tjerë, ekonomik që kanë qenë atje, ky është më pak drejtor apo administrator i përgjithshëm i bankës. Ky si Evropë është në Burg, ky tjetri ka dalë dhe nuk jepet si lajm. Komedia keni, zoti Murizi? Kinezi vërtet thua ti? Këtu që kemi raportuar, thuajse në mënyrë të vazhdueshme. Ky është kinezi që është marrë tani. Klodi se ti njeh këtë. Megjithëse kinezët ngjajnë shumë me njëri tjetrin. Se si ne. Shembull kur kam qenë Pse kam taku kyt nuk e di. Ndoshta Jo, doja të sqaroja çështjen e medias, pra gazetarët kanë emra dhe mbiemra, kështu që
Jo, për daljen në arrest shtëpie të një nga Është raportuar çdo detaj rreth aferës Bankers. Paktën te zoti Afera Rakiti. Bankers po. Edhe për të gjitha Lajmi që detajet, për të doli gjitha ky detajet, për erën SPAK, nuk e kam zonja parë. Xama, zoti Bushati, zoti Rakiti. Nuk e di nëse jam. Emision pas emisioni kemi trajtuar pafundësisht të gjitha detajet. Nuk kemi lëngjeve. Jo në këtë të arrestimit se maj men ta kem raportu, të them drejtë. Jo, po nuk. Gjithsesi, unë flas për Sepse ka ndodhur, në mos gabohem, në ditët që ka patur kishte shpërthyer dosja Balluku. O atë ditë, dhe ka pas një vëmendje më të madhe publike. Nuk i vuna faj, nuk thash Jo, thjesht po e sqaroj për opinionin publik. Ky është gjenetiku. Besoj se. Kinezi. Po. Genetiku është ky i rëndësishëm i zotit që nuk... Njuzi e ka raportuar, Klodi. Njuzi? Po. Po, e ka raportuar lirimin e Loni dhe Qopës. Më rregull. Shumë, ka drejt. Po nuk është liru ky. Jo, është liru... Po ky nuk jep se ky është kines për... është liruar, thotë... Liruar, ai që ka qenë 8 vjeta, 7 Ai që ka qenë që fara aty. Ai që ka qenë... është liru ky këtej. Po. Unë po sqaroj vetëm rolin e medias, përsa jam gazetar që kam raportuar çdo detaj. Por marrja e vëmendjes publike... Po atëherë duhet jetë fshi shumë shpejt, ë? Nëse kinezët... Këtë nuk ta vërteton do të kam shi, apo jo? Jo, nuk po bëj. Nuk po bëj analizën e media, ata janë drejt në vetë ashtu. Atëherë. Prej 2004-s. Prej 2004. Nga ministri i parë i financave, në atë kohë, në dijenin time ka qenë zoti Malaj, apo jo? Prill 2004, me nanën zoti Malaj. Dhe dy ministrat i financave, Ridvan Bodja 8 vjet me... Mos ka qenë Kaçi Islami 2004? Jo, ka qenë në serinë e parë, 97-2001-shin. Mrapa jo. Male ka qenë me sigurët. Pra, që kur është dhënë Bankers në prill, dhe deri tash, Bankers e atje non-stop kanë nxjerrë, fillimisht kanadezët e Clarkut, me Amerikanë mrapa, pastaj kinezët për vërteti, po duhet kenë kështu kinez ekonomik shqiptar mrapa. 1,2 milion dhe 1,5 milion ton naft në vit. Dhe në 20 vjet, bëjnë gati 25-30 milion ton naft. Shqipëria julli ka nevojë për naft dhe benzin bruto, deri në 2024, për 750.000 ton gjithsej. Në përpunim, gati është 50% koeficienti nafta bruto me nën produktet e saj. Po të kishim pas funksional Ballçin si pas porosisë Ramës në fushat 2013-ës, Shqipëria s'kish nevojë të blente naft më nga jashtë. Furnizohej me naftë e benzin nga këtu. Unë jam njohtur me tentakulat e para për afertë, në 2020 kër isha në kuvend. Kompania Tosk Energy, që kishte marrë Ballçin, ashtu si që kishte marrë, më bën një shkres dhe informacion për 50 faqesh që thotë, ne duam 2.000 ton ditët që të majmë 1.000 punëtorë në punë. Tosk Energy me gjera fjalla... Kishte Ballçin, rafinerin. Rafinerin, po kush e kishte si emër se këshu emër, Tosk e këshu, ne nga trojmë i shpesh. Ku e di, po, fundori nuk dihet fare, po në kryeministri duhet jenë, ato të fundorit fare. Gremi është një shqiptar i Kosovës që rrinë Zvicër, pra i që administron të Toskun, pra Blerim Hoxha. Dhe unë kam takuar punëtorët atje, në borë dhe ngrevë. Dhe thash, sa ja kërkoni ju, se ekonomia tregut është kërkes ofertë, a i nuk ta jep ty me humje. Ne ja kërkojmë $330 tonin, tha 2.000 tonë, dhe kuj e shet me 280 në eksport, gjoja e shet. Pra nuk na jep në $50 më shtajt, po e qojnë jashtë. Aty për mu kjo trash Bankersi, ti thush puset është e vogël, po duhet jetë një bot, në këto me metra kub, i pist ku kanë gjyër duart në këtë pistik, gjitha qeverit nga nano në fund mandatit, dhe që kanë arë mas nanos Berisha, 1 Berisha 2 dhe Rama 1, 2, 3, 4, 5, 6, që ka bo Rama. Bankersi ka i gjop në maj të 2020 120 milion euro. Një gjop nga antikontraband. 2019. 2019. Vjesht të 2019. Jo, së është vjeshtës gjopë, për korektesa e kam gjopën këtu. Ma kanë sjellë gjopën në atë kohë, dhe gjopa thot 31 maj 2019. E kam gjopën këtu. Dhe thot 120 milion euro gjopë. Jo, 30 milion euro detyrim, 90 milion euro gjopë. Gjithan të parë. Dhe unë e marrë gjopën printuar dhe ja lej Ramës në 2020 në kuvend. Qa është kjo më tha gjopë e Bankers i tërë. E më tha kështu thonë të. Kërë edhe që ka falë kjo Anila, që s'ka drejtja fali. E gjopët i falë o Komisioni i Apelit në tatime apo ndogana, ose gjykata administrative. Këta kanë heshtë. Po pse kanë heshtë, dhe se gjitha kullat që ke vërdal Tiranës,
ke gati 30 kompaniet fuqishme, në këto që kanë ndërtuar 90% Tiranën, filloi e ke stadiumi ku luhet top, rreth për qark stadiumi dhe çaj shef larta, dil gjikun, ndajt ke teleferik. Gjitha çaj ke stadiumi ku i Fierit me i Tiranës, mo. Stadiumi Partizan, ky më që Ishte Mustafa, se është Erë Albania, jo njeriu. Po që njeri këta nuk janë... Njeriu që e ka shferak. Ka janë gjithë kinesë ekonomik, këta tjertë. Ta kanë marrë aty nga 8-9 milion, 100 milion, 120, 130 lekë. Për pos dhe Raiffeisen bankët që ka edhe trazuar me letra, bjellë jetë politikanë. Që më kam thonën ke 4 studio avokatije, një e ka ish deputeti PSS, një ish deputet dhe ministre e drejtësisë i PSS. Edhe emra thojtë. Pra, Alket Hyseni është ish deputeti i PSS. Studio avokatore ati ka marrë 6 milion euro për këshillime. Studio avokatore Eduard Halimit, me 2 a 3 vetëm punë, ka marrë 3 milion euro. Dhe për koincidencë, 720.000 euro e ka marrë ditën që më ka shpallë mua armi, kur do që pëdeja mandatet në 19 shkur 2019. Për koincidencë. Armi këti në këtë datë u shpallë ati? Atite, që mund majta mandatin këto dërzoni e Rama, atite. 720.000 euro në kohë. Carin e shkurtit që nga shpallë. Është një qerekja. Kote mbajt edhe tjetë mandata. Po 720.000 euro nuk mu afrunë, se edhe unë, si këta tjerë. Ylli, është një qerekja me gjithë bashkëshorte, që para dita rrike pëseja, mas dita ke pëdeja, është si gjus pedagogu, këj ka marrë 2.7. Qerekja e kam bjemi? Po, pedagog. Është antari 2 partive. Këj herë me ejnë, herë me këta ke. Këj është rasti parë bushat, që është antarit e 2 partive, sepse zagonisht këta e kanë darë këshu. Bëhen 2 veta, njeri ka lënë me pësën, njeri me pëdën. E po pritë se Smarova se ka dhe bashkëshortën. 2.7 i ka marrë vetë, 1.7 bashkëshortja. 4.4 këj. Bashkëshortja për qërë shuje valla po. Pastaj, është djali ish ministrit jashtëm, të pëdës, që s'ka lidhe me anën juridiko-financiare, du të këtë bënë roman, a i ka marrë 387.000 euro. Dhe bizneset me radhët. Për mu është afera me pis që ka bo pis, ose është bo pis me qef politika, në 21 vite, pa dalim spektri, dhe nuk i kam gjuar të flasin, ashtu si që duhet fol, as opozitën sot, as opozitën e djeshme për bankësit. Se sa që shtek do të jetojnë janë 2 prokurore, më duket të spakot, Milonaj dhe Jella. Anita Jella. Po Klodi i di qështit e spakot më mirë. Qësht? Jo, Klodi më mirë, do pësim më pas. Dakord. Të shi uroj dhe shpresoj që nëse do t'i shkojnë këta i kanë nejtë numrin e akuzëve. Të tjerë si kompani Muslim, kujton do t'i kush ishe nga këta që kanë marrë? Gjithë thashën shketi ku. 6-7 kompanija që kanë po Tiranë. 7 kullave, tha. 7 kulla. Po jo përveç kullave, se ka dhe tjerë për shumë që apin fjalë vinë për shumë këtu, ose në mund tjetër dhe thonë... Kompanit janë ata... Si do bëjmë që ta mbyllim të... Po, janë të mbyllim... Ylli. Se me yllin e kemi mbyllur, për shumë. Janë kompanit e naftës... Po the mund të thuen të gjithë. Janë kompanit naftë, për që merë edhe me ndërtim. Janë aksioner ke kullat, pra. Po the ke kullat i ke edhe naftë, pra. Janë të gjithë brenda aty. E di, edhe të naftës mrena. Atere, prokuroria, dhe të plësojmë, më pas me... Dhe i shtesh, të spakot i ka shtu numrin e veprave penale, tek ajo. Jo, po të fillojmë tani të fillojmë. Nga 2 që ka pas Fierit... Tani, Prokuroria e Fierit e ka dërkuar çështjen e bankës Petroleum. Vetëm vendimin e mos kompetencës Fierit kam lexuar, nuk dihet timet që ka regjistruar. Ndal me oftim zyrtare di Klodi. Dërguar një kërkesë për informacion në SPAK, por nuk më ka ardhur përgjigje. Okej, atëre. Prokuroria e Fierit, që të ndjekim kronologjinë, e ka dërguar çështjen bankës Petroleum në SPAK. Çfarë elementësh janë gjetur në këtë hetim që ka kaluar në dorën e prokurorëve të SPAK? Lala dhe pastaj Zama te kjo moment, që mendoj është moment i rëndësishëm, nëse janë gjetur elemente të tjerë, ose duke përsëritur edhe këto të rëndësishme të para. Atëherë, Prokuroria e Fierit pasi firmosi urdhër arreste dhe urdhër ndalimet, sepse ka patur masa të ndryshme sigurie për secilin prej personave të dyshuar dhe shpalli pra arrestoi disa prej të dyshuarve, ndërkohë shpalli në kërkim aksionerët e tjerë të bankers, sepse fillimisht ka qenë bankers kanades, më pas hyn kompanitë kineze, kështu që është në 2 etapa të administratorët apo drejtuesit e shpallit në kërkim. Shpalli mos kompetencën dhe ja kaloi prokurorisë posaçme pasi u gjend përpara 2 momenteve. Një kishte të bënte pra pretendon Prokuroria e Fierit që ka gjetur elementë që implikojnë zyrtarë të lartë shtetëror deri në nivel ministrash dhe do t'i shpjegoj 2 prej tyre, dhe momenti i dytë është që të gjithë personat e përfshirë në këtë aferë dyshoheshin se kishin vepruar në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.
Dhe prokuroria e posaçme e ka pranuar këtë çështje penale dhe ka regjistruar vepra penale. Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar, fshehja e të ardhurave, pastrimi i produkteve veprës penale ose veprimtarisë kriminale, thënë thjesht pastrimi i parave, shpërdorimi i detyrës, moskryerja e detyrave nga organet tatimore, korrupsioni pasiv i zyrtarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, grupi i strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. Në mënyrë të përmbledhur, nga zyrtarët e lartë në dosjen e SPAK rezultojnë 2 emra, është ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, i cili dyshohet të ketë favorizuar kompaninë Bankers. Zoti Ahmetaj është në arati dhe ndoshta mund të ketë reagimin e tij në lidhje me këtë çështje për sigurisht ai ka drejtën e vet të mbrohet, por pretendohet që ka patur në mënyrë të vazhdueshme kontakte me administratorët e Bankersit dhe bëhet fjalë për dhënien e disa tokave për shfrytëzim, ola nga ana ekonomike mund t'i sqaroj më tepër dhe më pas, nga ana administratorëve dhe drejtorëve të Bankers i është kërkuar të punësohet në ministrinë që ai drejtonte, pra në kohën që bëhet fjalë për veprën penale. Çfarë detyre kishte Ahmetaj? Zoti Ahmetaj atëherë ka qenë ministër, nuk ka patur ndoshta kishte të drejtë të jepte këto. Kishte çështjen e drejtorinë e pronës administrimit pronës publike, e cila jep toka me qira. Dhe sipas prokurorisë së Fierit është gjetur që kur është zbërthyer telefoni i zotit Leonida Çobo, është gjetur kërkesa për inicimin e një VKM-je, e cila do të jepte për shfrytëzim tokat e pafrytshme, dhe më pas këto tokë ka marrë një kompani e lidhur me Leonida Çobon, e cila më pas ja ka dhënë me qira Bankersit. Nga shteti ka marrë me një vlerë shumë të lirë dhe Bankersit më pas ja ka dhënë me qira vjetore 700.000 euro në vit. Po e dytë jo Klot? Dhe zyrtari tjetër i dyti lartë, që është shënuar në dosjen e timore, është ish ministre Anila Denaj, dhe bëhet fjalë për mos veprime nga ana e saj, sepse ka një gjop në vlerën 120 milion euro, që fillimisht është vënë gjop dhe detyrime shkojnë në total, por është duke hetuar roli i zonjës Denaj në raport me aferën Bankers. Nuk ka ende emra, pra duhet ta sqaroj për opinion publik që emri i zotit Ahmetaj dhe emri i zonjës Denaj nuk është regjistruar tek personat nën hetim, po hetohet roli i tyre. Por prokuroria e Fierit ka ngritur dyshime për këta të dy, sepse duhet kemi parasysh ylli që disa nga veprat penale që lidhen me shpërdorimin e detyrës mund të gjenden fakte dhe për zyrtarë të tjerë ose ministrat të tjerë të mëparshëm, por për shkak të kohës së gjatë që ka kaluar që nga viti 2004, disa nga veprat penale janë të parashkruara nga ligji. Edhe në rastet kur kemi të bëjmë me autoritetet larta, me ministra. Po, edhe në cili do qoftë, në qoftë se kalon, për shembull, vepra penale shpërdorimit të detyrës maksimumi i dënimit të 7 vjet. Nëse kalon 14 nga momenti që e ke kryer këtë vepër penale, pra po të marrë maksimumin, ajo vepër parashkruhet. Dhe ti nuk mund ta marrësh dot në ndjekje penale. Pra evidenton që ky zyrtar i lartë në cilësinë e ministrit të ekonomisë, financave etj me radhë ka kryer këtë shkelje, por nuk e merr në përgjegjësi penale. Pra këto dy janë zyrtarët e lartë. Pjesa e dytë është duke u hetuar një bankë nivelit të dytë në Austri. Çfarë bënin të gjithë drejtuesit dhe administratorët e Bankersit, përveç se frynin faturat në miliona euro dhe pra për punimet pa kryera, shërbimet pa kryera tjera me radhë, ata nuk paguanin, pra për shkak se dilin me humbje në finale, nuk paguanin asnjë taks apo tatim në shtetin shqiptar, duke i shkaktuar buxhetit shtetit një dëm të llatashëm deri në 5 miliardë mos gabohem, është i përllogaritur deri në tani, në kohën që ka hetuar prokuroria e Fierit. Ndërkohë nga ana tjetër, të gjitha llogaritë bankare të kompanisë Bankers apo kompanitë e tjera që mund të ishin emër të administratorëve apo personave të bashkëlidhur, ishin kompani të boshatisura, por prokurorët kanë gjetur që një kompani, një bankë nivelit të dytë në Austri kryente pagesa preferenciale në drejtim të personave të caktuar. Dhe SPAK ka kërkuar përmes një letër porosie në këtë bankë të nivelit të dytë të gjitha pagesat që janë kryer për të parë. Janë funksionar publik, janë zyrtar të lartë, janë kompani e tjera me radhë. Dhe përmes letër porosisë do të kuptohet më pas edhe me qartësi se kush janë emrat apo personat të cilët kanë marrë pagesa në rastin konkret. Skandali Banka Raiffeisen. Po patjetër, po për shkak se mërziten këta tjerë të kemi këtu bankat nivelit dytë ne. Raiffeisen. Po për ekip profesionale, por Raiffeisen që ka të njëjtin avokat që ka rrit 3 milion euro këtu që dorë parë. Austri edhe ndoshta do të për shkak se është llogaria në Austri. Kështu që nga ana etike doja të isha korrekte. Do të para e madhe që ikën ander, është ruajtur thua nga Raiffeiseni. Zoti Rakivi, bankat kanë detyrimin që të raportojnë rastet e aktivitetit të dyshimit, qoftë për evazion fiskal, qoftë për pastrim parash. Tashmë Bankers
në momenti që paguan zyrtar të lartë, dyshohet se një pjesë të pagesave e ka për të korruptuar dhe më pas në momenti që kalon në bankë për të pasuar parat. Pra ideja është që pagesat banka duhet të kishte raportuar këto aktivitete, nuk mund të bëhet palë nga shteti shqiptar, pra nuk janë bërë nga banka të nivelit të dytë në Shqipëri. Selia e bankës nga e cila janë kryer pagesat preferenciale, thot prokuroria, janë kryer nga Vjena. Pra nga Austria, çka do të thotë, është kërkuar me letër porosi e gjithë lista e klientëve për të cilët janë lëshuar fatura pagesash. Do të thonë dikush për konsulent, dikush tjetër, dhe nëse rezultojnë që aty ka emra të tjerë të cilët mund të jenë studio avokatore, mund të jenë politikan, mund të jenë biznesmen, këtë do duhet të kthehet letër porosia, sepse dy prokuroret, Anita Jedha dhe Enkeleta Millonaj, kanë bërë një letër porosi të detajuar lidhje me të gjithë kohën që kjo bankë ka funksionuar dhe ka kryer pagesa për llogarit të bankersit. Dhe nëse rezulton më pas që në këtë bank të nivelit të dytë janë kryer pagesa për ndoshta edhe për politikan, pra unë nuk mund të amënsoj çfarë do të sjellë Austria në Shqipëri, atëherë do të fillojë më pas edhe thellimi. Skandali tjetër i madh është që ka transaksione, vetëm në një transaksion është bërë 110 milion euro në offshore. Pra ka offshore në Hong Kong, ka offshore në Irlandë dhe në disa vende të tjera, ku parat kanë shkuar nga Shqipëria dhe askush nga institucionet, tatime, dogana, institucionet financiare, hetimit, do më thënë, pastrimi parave tjerë me radhë, që janë një sër institucionesh, nuk kanë vënë në lëvizje inteligjenca financiare se ka pafundësisht informacione, nuk kanë ngritur alarmin ose ato flamujt e kuq për të thënë si ka mundësi që parat e bankersit po shkojnë në offshore, dhe bëhet fjalë vetëm një transfer, thot prokuroria, ja do ta gjej dokumentin fix, dhe thot vetëm në një rast janë kaluar 110 milion euro. Imagjinoni sa miliona euro mund të jenë kaluar, të cilat do të jetë pamundur për t'u kthyer shteti shqiptar, sepse kompanitë offshore në asnjë rast nuk dihet përfituesi fundor. Pra, nuk është se do t'japin vetëm në qoftë se ka vetëm një mundësi potenciale për të mësuar emrat, nëse do ketë rrjedhje të dhënash, siç ka qenë Pandora Papers, Panama Papers e tjerë me radhë, dhe rrjedhja e të dhënave në forma apo mënyra të ndryshme në vende të tjera, mund të ekspozojë edhe përfitues të cilët mund të lidhen me aferën bankers. Por deri më tani, mendoj që do të jetë e vështirë edhe për SPAK-un, sepse kompanitë offshore asnjëherë nuk thënë përgjigje. Ne kemi patur 10 raste të tjera, të cilat kanë nisur hetimet në ndryshimet për offshore dhe nuk ka patur të dhëna të ardhura nga këto kompani dhe asnjëherë nuk është mësuar përfituesi fundor i tyre. Pra, kjo është në mënyrë të përmbledhur. Pastaj mënyra se si ata kanë kaluar nga njëra kompanitë e tjetra, që janë dhënë shërbime për konsulencë në mënyrë të paarsyeshme, janë bërë fatura fiktive për shërbime të pakryera asnjëherë, ose për shërbime që mund të vlenin 1 lek, po ndërkohë është bërë 15 lek. Pra është fryrë fatura me qëllim që të dilte kompania me humbje dhe të mos paguante para në shtet. Kjo pastaj është skemë që ne kemi shpjeguar disa herë në emisionin tënd dhe mendoj thjesht do të bëjmë përsëritje. Por që këto 3 janë momentet kryesore dhe ka dhe një moment tjetër, mënyra se si ata kanë operuar, thot prokuroria e posaçme, kanë qenë të gjitha hallkat të lidhura zinxhir, duke qenë një veprimtari kriminale e vazhdueshme, e zgjatur në kohë mes të njëjtët personave dhe mes të njëjtave kompanish të përfshira, kemi dyshime, thot prokuroria e posaçme, që gjendemi përpara një grupi të strukturuar kriminal. Për këtë arsye, thot, bëhem kompetente për ta hetuar këtë çështje. Ola? Ka disa momente, me qënë se Klodi e latë pjesa e qarkullimit të parave... Jo, me qënë se ishte të pjesa e qarkullimit të parave në parajsa fiskale dhe në tregun ndërkombëtar. Çfarë bënte... Po dhe mendimin e bankës. Çfarë bënte bankers, për ta kuptuar si skem? Bënte skemën transfer pricing. Pra, bankers kishte degën e vetë këtu, kishte mëmën në Kanada, të cilën dhe kinezët e mbajtën. Në kohën e kinezëve u themelua dhe një kompani mëmë në Kinë dhe kishte gjithashtu edhe disa degë të saj në parajsa fiskale që janë juridiksione offshore ku sigurohet anonimati i pronarit, por gjithashtu kanë edhe lehtësi fiskale. Dhe në momenti që bankers e shiste naftën për eksport, ja shiste vetes, pra kompanisë vetë mëmë në Kanada. Nuk kja shiste me $60 që ishte fuqia, po e deklaron të sikur e shiste me $20 fuqia. Dhe mëma në Kanada e shiste më pas me $60 fuqia duke mbajtur diferencën 20. Fiton dhe 20 deri aty. Këtu ngeleshin miliona euro, 100 miliona euro, tek mëma. Dhe Shqipëria, po autoritetet tatimore shqiptare nuk do të kishin mundësi se si të gjurmonin këto para.
Këto para më pas shkonin në për banka të ndryshme, tashmë është gjetur vetëm Raiffeisen në Vjenë, po mund të ketë llogari kudo për sa kohë që ata offshore-ët lejohen dhe për sa kohë ti nuk i ke gjurmuar dhe më pas janë gjetur gjurmë pagesash. Ajo që duhet të shikonin autoritetet shqiptare dhe të kishin në vëmendje dhe të kishin nisur hetimet, ishin 2 kontratat e kredis me 2 kompani offshore që në fakt dyshohet nga prokuroria që janë kompani ku është vetë Bankers aksionere 100%, 2 kontrata kredie, njëra me vlerë 110 milion euro, tjetra me vlerë 150 milion euro, që Bankers ja ka dhënë këtyre 2 kompanive. Ato, përveç se rëndojnë bilancin për efekt shpenzimesh që Bankers të dalë me humbje, ato gjithashtu ja ka kaluar kompanive të veta, jashtë shtetit pa u tatuar dhe pa paguar asnjë lloj takse. Kjo ishte sa i takon gjithë pjesës së qarkullimit parave në vendet tjera ndërkombëtare dhe më pas çfarë mund të dyshohet. Jo, një sekond, sa offshore kishin ndërtuar tani këto? Ka llogari në Zvicër, në Kanada, në Holandë, në Irlandë, në Greqi, Hong Kong e tjerë me radhë. Është kompani eksporti nafta, ajo mund të ketë kompani offshore që janë bërë dhe atyre ndit thot e tjerë, pra do thot që ka dhe vende të tjera ku kanë për shembull Irlanda ka kompani offshore, Holanda ka offshore. Po ka jurisdiksion Zvicra, Hollanda, Irlanda, Facebookun e ke në Zvicër që mos paguhet taksa, se nuk duhet paragjykuar të offshore. S'kam se shkojnë gjitha në kompani offshore. Se po bëjmë hetusin, 25 milion ton naftë me $400 toni për 10 miliard euro vlla. Që këta kinezët dhe palaqot e kinezëve këtu në Shqipëri, ja u kanë rrujt shqiptarëve pa paguajtur as i lek në tim. Llogaria trash fare 10 miliard euro trash e trash. Kanë vjedh naftën pasurinë kombëtare shqiptare dhe është vetëm një kompani në regjistrin tregtar në 170.000 biznese, që lejohet dalë 20 vjet me humbje, nuk shpall falimentin. 3 kanë gjithë kompani tjera, kam dhe unë biznes. Po qoha bilans 3 vjet me humbje, ma mjëllë vetë ata. 3 kanë lanë 21 vjet me humbje. Do ta lajnë edhe 4 vjet, dhe në 2029 do le maron kontrata? Po në 2029. 2029 da e lajnë e thonë ajtë mirë pafshë. Pra këto si trashe ju kanë vjedhë shqiptarëve 10 miliard euro. Ne blejmë naftë më shtajt nga gjithë rajoni, ta ngopin në shtollart. Ato që thotë ola në offshore, qa offshore, ku ke offshore? Qonë kanadati qoj atje si vjen merë Hasani nga rinë, si me valiqën, vjen tu. I jeti avokati, kësaj bankës a e fazën e thotë, kjo është ky që ka rrujt 3 milion euro për konsulencë, studio me 2 ropë. Nërkohë që bankës i ka zyrë juridike me 15 juristë nga më të mirët nga gjithë bota. E vetëmja studio dinjitoze shqiptare është studia Gens Bogës, i kërkoj njerë që pa e përmen, emrin, edhe pse kam njohje me te. Po Genci s'shkoj me këta? Jo, i ka qu letër që i ka thonë... Jo, ka patur kontrata, po nuk i ka patur me 3 milion euro, ka patur me vlera normale. Genci ka pas 60 euro në vit, 5 euro në mujtë dhe në fund është tërheq, 2 vjet pa, ka thonë, me që ju e keni zgjeru gamën, keni shumë konsulentje, nuk keni nevoj për mu, nuk i du këto për lëmorë, unë hej dorë nga ju. Jo me miliona. Një moment tjetër Ylli, këtë Gjobës apo e ke pyetje më vete? Jo, të Gjobës e kam më poshtë. Okej, me qënë se Klodi ta mos veprim, është veprim. Do zgjerojme aty, do zgjerojme. Veprime dhe mos veprim. Po më lejoni mua që t'ju fute kjo moment. Atëherë, vepra penale. Veprim se ka marrë vendim të Mbarojni zengën dhe... Klodi, ke shumë problem, po të kundërshtuan. Jo, nuk më kundërshtove, të thash vepra penale... Vazhdojni si zengën, mbarojni dhe po unë do të hapë përsëri. Probleme ka Ylli, se s'po e lini. Debatës, jo sa. Milis, Gjoba ke kjo delë ke këto telefonat. Po do zbresim të ajo. Tani. Po të e më ka thonë paloshi, po. Pra, Klodi ti the që janë gjetur element të grupit strukturar kriminal. Tani ta përmbledhim dhe njërë, çfarë ka bërë Bankers, kompania Bankers dhe drejtuesit e saj në dëm të shtetit shqiptar. Përmbledhur fare thjesht. Mëstimi e thjeshtëzoj disa gjëra, po t'i themi dhe njërë fare thjesht. Çfarë ka bërë? Atëherë, drejtuesit apo ish drejtuesit e Bankersit. Një sekund. Në kontrata me kompani të ndryshme dhe... Mëstim jo se këbën kakofoni. Fiktivisht faturat duke rezultuar me humbje përfundimtare. Dhe të gjithë duke rezultuar me humbje nuk paguanin taksa në shtetin shqiptar dhe të gjithë tatin fitim, pra zero. Ndërkohë që fitimet ishin në miliona euro, pra mund tjetë ndër kompani që është më me fitim. Dhe në këtë rast, duke qenë se janë kompani të cilat janë praktikisht të lidhura me njëra tjetër në efekt zinxhir. Kishte operacion jo vetëm të studiove ligjore, kishte operacion të njerëzve të politikës e tjera me radhë, edhe të medias, dhe në finale fare, kjo çështje rezultonte që buxheti i shtetit i është shkaktuar një dëm i përllogaritur deri në 5 miliard, por unë dyshoj që është shumë më tepër sepse prokuroria është trirë vetëm për një periudhë të kohës.
Po ndërkohë, ekspertët janë duke punuar edhe për pjesën tjetër të pambuluar, çka do thotë dëmi që shkaktuar buxhetit shtetit është shumë i lartë, e para. E dyta, ata kanë kaluar, unë e thash, në offshore dhe do të lexoj disa nga momente që e sqaron prokuroria në lidhje me kontratat, në lidhje me pagesat pra me uhat që ka dhënë. Për shembull, në një rast në veprim në dokumentin që këta kanë, çfarë bënin për shembull? Është konstatuar një kontratë uaje me vlerë $20 milion e vitit 2022, e cila është nënshkruar nga njëti individ, shtetasi Uhanqin Ziajo. Ky individ ka firmosur kontratën për Bankers Petroleum Albania Ltd në Shqipëri, që është kompania MØM, ashtu edhe për kompaninë MØM në Kanada, që funksionon si ndërmjetëse, duke dëshmuar përfshirjen e tij direkte në koordinimin dhe realizimin e transaksioneve ndërkombëtare mes kompanive BIA, ndërmjetës dhe MØM. Gjithashtu është konstatuar edhe një draft kontrat për një uha në shumën e $100 milion. Gjithashtu është identifikuar një marrëveshje uaje në shumën $50 milion, ndërmjet shoqërisë Petraco Oil, thot prokuroria, një subjekt që merret me blerjen e naftës nga Bankers Petroleum, dhe një entiteti në Kanada. Në këtë marrëveshje, pala kanadeze figuron si huamarrëse, ndërsa kompania në Shqipëri, Bankers Petroleum Albania Ltd, është garantore për UA. Në praktik, parat për shtyjen e UHA-s rrjedhin nga Shqipëria, ku kompania Petraco Oil operon në lidhje të ngushtë me Bankersin, duke konfirmuar që fluksi financiar është i lidhur direkt me aktivitetin e kompanisë shqiptare. Kjo strukturë financiare përdoret për të transferuar fonde nëpërmjet UA-ve, ndërmjet kompanive të grupit dhe subjekteve të lidhura. Ky mekanizëm evidenton në mënyrë të organizuar, thot prokuroria, për transferimin e kapitalit dhe menaxhimin e fondeve në mënyrë që mund të shmanget kontrolli fiskal dhe tatimor në Shqipëri, duke ngritur dyshime për shmangje tatimore dhe keqpërdorim të fondeve. Gjithashtu, këqyrja emaileve mes drejtuesve të Bankers, që t'jem korekte është pak teknike, po për ta sqaruar për opinionin publik, dhe dokumentacioni administruar dëshmon përfshirjen direkte të nivelit të lartë të stafit financiar dhe drejtuesve, menaxhimin dhe miratimin e këtyre marrëveshjeve, krijohet dyshimi për përfshirjen e aktive të stafit financiar dhe drejtues në planifikimin dhe zbatimin e skemave të mundshme për manipulim të raporteve financiare, shmangje tatimore dhe pastrim parash. Fjalia e fundit nga shqyrtimi i dokumentacionit financiar dhe korrespondencave ndërmjet kompanive të grupit rezulton një praktike vazhdueshme edhe e qëllimshme, e cila synon shmangjen e detyrimit tatimor dhe transferimin indirekt të kapitalit jashtë Shqipërisë. Pra, fryhen faturat, vidhen miliona dhe kalohen në forma të ndryshme në kompani jashtë vendit. Mjafton të shohësh, pastaj ka një moment bëhet fjalë për një detyrim pashlyer të Bankersit në shumën në vlerën e $193 milion ndaj kompanisë MØM. Dhe ndërkohë, po kompania shqiptare jep ua kompanisë MØM. Pra kanë bërë transaksione gjatë gjithë kohës me njëra tjetrën dhe i kanë qarkulluar parat për interesat e tyre duke i shkaktuar dëm buxhetit shtetit. Pra pak a shumë kjo është gjetja, nëse unë kam qenë thjesht për publikun se terminologjia... Ka qenë vetëm që, domethënë ky duke përmendur kompani offshore, bankat në lojë për të punë, politikanët e gjithë llojeve, njerëzit që kanë pasur fuqi juridike këtu e të gjitha, ky është një grup totalisht i strukturuar kriminal dhe nuk ka shumë vëmendje. Bushat, pra se të kalojmë tek ky detyrimi që duhet të paguaj. Jo, para se të bësh një pyetje ti, të bëj një pyetje për ignoranti unë. Jo, ignoranti ti. Që se di thuaj. Do me thënë, po ai është ignorant që se di. Do me thënë, që të them unë ty, ne flasim për dosjen Berisha, dosjen Partizani, dhe themi Sali Berisha dyshohet, akuzohet se favorizoi dhëndrit bëj me toga. 5D-ja, krijoi kompani që ti merrte vetë lekët e bashkisë. Belinda Balluku, telefon një tender. Për Bankersin, kush është thelbi? Pra, për çfarë akuzohet kjo kompani? Çfarë ka bërë të ngjashme nëse do ja shpjegonin një fëmijë? Se ne themi detaje, por nuk dim. E thën kaq thjesht si këto 3 raste që thash. E qartë është këtë ne. Shpyetje e qartë. Bankersi ka blerë gjithë që kanë qeverisë Shqipëri nga 2004 dhe u ka vjedhur shqiptarëve €10 miliardë. Sa të gjitha këto së bashku nuk e kapin dot Bankersi, këto që përmendet ti. Dhe shumë e shumë tjera. Çka ka bërë, si ka funksionuar këtë ditë? Ju ka blerë morri ka dhënë lekë ministrave, nuk është kontrollu kurrë. Ka patur, ka krijuar skema mashtruese duke fryrë faturat fiktivisht, duke mbledhur miliona para, duke mos paguar asnjë taks dhe ndërkohë këto para i ka bërë me pagesa preferenciale. Pra gjithë kapitalin që e ka marrë përmes pasurisë tonë publike dhe
dhe kombëtare ka quar jashtë vendit dhe më pas këto para thot prokuroria. S'ka rëndësi se u ka quar. Pra po ta sqaroj, këto para më pas ka përdorur një bankë të nivelit të dytë në Austri për të heshtur në të gjitha mënyrat. Ore zotri, doganat do duhet kishin një kontroll të rreptë, tatimet do duhet kishin kontrolle periodike. Institucionet financiare për çdo lëvizje të paras që bën një kompani, siç është jo vetëm bankersi, por çdo kompani e ngjashme do duhet të lajmërojë. Pra, nëse një person kalon një shumë më të madhe se sa 10.000 euro, mos kalon detaje, unë po them, do me thënë, po thotë, mendoj unë. Këta kanë bërë, thoni ju, një skem të paligjshme për të nxjerrë përfitimet pa. Kush është kjo skem, pra? Një sekund. Bushati po thotë shumë edhe një gjë tjetër pyetje te kjo skem. Sepse duke patur të gjithë këto elemente brenda, ore, këtu ka patur krym njëri që ka qeverisur vendin. Ore, lëre, abstragohet njëra dhe. Ore, qëfar kam bërë, pra? Unë po them, do shkoj të vjedh një bank dhe djetë skema i me qëllim... Ke vjedhur, më shkone vjedh gjithë bankën dhe të kanë berë. Dhe si e kanë realizuar. E kanë berë, mo, të gjithë kësi. Skemave mashtruese, more Bushat. Kanë marë, unë jam kompania bankers të kam nën kontraktuar ty si studio ligjore. Nuk e dhënë ndoshta asnjë shërbim, po fatura jote mua më ka ardhur 10 milion euro. E kupton? Ka shpërndalë që do t'i paguaj. Shpërndalë me humbje. Atyre që më shumë më shumë. Po pse ti shpërndaj? A mund ta dëgjosh Bushat? Bushat. Përveç ju shpjegimi atëre Ola. Po dalim në toka e Patos Barizës është e shqiptarëve, nuk është as e një kompanie kanadeze as e kinezëve. Shteti shqiptar e ka dhënë me shfrytëzim me koncesion, njësoj si kontratat koncesionare. Tjerat. Më përpara këtë shfrytëzime ka patur Alpetroli, kompania publike e prodhimit naftës, fitimi saj më pas transferohet te buxheti i shtetit punësonte, tashmë kaluan bankersit në administrim. Për shkak se bankersi është kompani që merr nga pasuritë e shqiptarëve, u vendos në kontratë koncesionare ndryshe nga sa ishte norma e tatimit në vitin 2004, u vendos norma e tatimit fitimit 50%. Pra, ti për çdo gjë që ti fiton do ta ndash për gjysmë me shqiptarët. Bankers gjithmonë deklarojnë humbje dhe kur nuk i ndau me shqiptarët këto para. Duke qenë se asnjëherë nuk i ndau me shqiptarët këto para, dyshohet që fitimet e saj kanë shkuar jashtë dhe një pjesë është ndihmuar nga zyrtarët e shtetit shqiptar, të cilët kanë patur detyrën të monitoronin kontratën koncesionare dhe nuk e kanë monitoruar në rregull. Unë nuk jam dakord as me zotin Murizi plotësisht kur thotë që çdo ministër financash, jo. Mos e bën replikë, më shpjego thelbin. Jo duat bëj dhe replikë. Po pse? Dakor, bëjmë. Jo, po pastaj bën replikë, një minutë. Të mbyllim të sqarim. Po mirë, ma hiqi ministri financash që... Po jo, autoriteti kontraktor, ai ministrisë Jo, nuk ta heq. Nga kjo e Olës gjysmën e kuptova, po se kuptova deri në fund. Ja, një minutë, a mund ta bëj sqarimin? Pra janë dy ministrë të financave. Pra shpjegimi Bushat është shumë i thjeshtë. Tu është një koncesion i cili duhet ndarë 50 me 50. Si pronari tokës, 50 që ynë i shqiptarve... Jo më 50 me pronari tokës, 50 ndërtuesi. Një sekund, më jo, dakord, ta qojmë se është mirë dhe këshu. Nuk ka ekzistuar kjo 50 me 50, gjithmonë ata kanë raportuar humbje dhe gjithë shka, mendimin e shqiptarve që kanë vjedhur vetë në këtë rast, një pakicë, që mbërin deri lartë për... Të zyrtarve, pra. Shqiptarët kanë vjedhur të zyrtarve. Të zyrtarve. Deri zyrtarve më të lartë them unë, sepse s'ka mundësi. Që për 20 vjetë të betë kjo punë, nuk ka mundësi. Pra, shqiptarët nuk kanë marrë asnjë gjë zotri dhe ka ndodhur, si ne do shfaqim pasi të mbaroj kjo këtu, do shfaqim dhe njerë filmin Muslim se ti na bërë dhe një akuzë. Bëj dhe një pyetje tjetër. Një sekundë ta mbaroj. Filmin... Ja, kam pa filmin të ato. Që ne kemi bërë në vitin 2015. S'bën akuzë. Thash për këte kinesë... Jo, s'bërë akuzë për atë po. Tani ne, ti mendon se ne duhet ta zimte. Ne do ta japim prapë aty, që ju themi që ku fillon vjedhja, që morën edhe deri... Po mund të japë sot pjesë dytë. Po pra, jo. Edhe i sqaron. Po sot pra do të japim pas kësaj. Po do jepet film. Po të bëj një pyetje tjetër unë. Po. Në qoftë se e kuptova mirë unë sa ashtu nga... Pra, këta kishin 50% të fitimit që bënin për t'ia dorëzuar shtetit shqiptar. Po. Dhe për ta kamufluar këtë fitim, që dilshin me zero. Bënin pagesa fantazëm të fryra të kota, Kosta, në rejnë kosta. Që të dilë për që të dalë me 0-0 ose me umë. Dhe si dhanë gjë, s'kemi që t'i japim shtetit. Po në qoftë se këtë, ku është fitimi bankersit, qoftë se këtë
50% që shpërndan këtë tjerët, dhe sa të shtetë. Sepse të tjerët e ka normën e datimit 10%, ose 15% pas 2014. To vinë në xhepat e bankersit. Pra... Shumica Po jo, po jo, Ai është 3 milion, 2 milion. Gjitha jore. Po. Pra po se këtë s'po merret. Ore, në 10 miliard euro, 10% për 1 miliard euro i mjaftojnë. Pra, të aji 50% i binte më lirë të paguan të rrushfetin, se sa të paguan të shtetit, sepse prap kishte Pra të unë po të paguaj një zyrë avokatie, po më kushton 15%, po t'ja jepja shtetit... 50. Do të me të 50 shtetit. Tani vazhdo. Po të paguaj drejtor të timesh është 3%. Kishim të ty, po... Fitoj 27. Tani me të gjithë, pas këti kuptimi që bere ti, që ne kemi dalë këtu për lesh, kemi ikë për lesh, do me thënë, nga gjithë në toka jonë, në vëndburimin e që kishim ne, vëndburime tjera sa kemi ne. Do me thënë ti thuaj që Shqipëris më mirë i leverdiste, që këto mos nëzirte në afare dhe ta ruante, sa të bënte këtë masakrë këto 20 vjetë. Po. Sa ka, 25, se do vazhdet 29. Tani, deri këtu jemi, po të mos e kështë nëzire, kishim aty më ishe. Kishim pak të një gjë. Kishe naftën aty dhe ishe ratë shumë. Po jo, ta futën duart për të vjetur 10-15% për vete dhe 80% bankersi. Në DNI-n time... E thot Muslimi 1.5 milion... 15 miliard ore, pëse ma zvëglon? Euro. 1.5 milion ton naftë në vit. Që është opinionit e në për këtë tani? Kjo dëgjon dhe kupton. Kjo ka ndodhur për një kohë shumë të gjatë, Boshat. 21 vjet. 21 vjet. Dhe në DNI-n time jurë vetëm i tentative është bë për kontrol tatimor, duke fillimi 2013, kur ka qenë kjo... Në 2013 është bërë një audit i Alpetrol. Ska shkelje e tjetër, edhe kontrol tatimor. Janë bërë, është bërë një... Jo të që bëhen nga zyra. Jo, të bankers. Për detyrim aksize. I është bërë një detyrim 5 milion euro, 500 milion lek të rinjë. Sa ka qenë kursi këmbimit? 5 milion euro, 5 milion dolar, se a i ka vojtë aty. Dhe ajo është ankimuar më pas një gjykatë. Bushat? E pse ta pyse unë, pse mi kundërshtohet Ministrët e Financave ti mu? Jo, se desha t'jep unë në regull me vetë, ma gjenjë që sështë aty, edhe kërkoj falje. Ma gjenjë... Thesh do Ministrë Financash... Gjithë po ta them, nga i ka firmosë dhe i ka këtë gjështë. Ministrë Financash, po duhet edhe do Ministrë i Energjisë. Pa se po më hejt, se ajo është autoriteti kontraktor, dhe ajo është monitoruesi kryesori kontrakt. Pa se po më hejt në një që ta hejt dhe unë. Se ku shkon ti dhe ja miraton buxhetin bankersit. Si ja ke miratuar këtë buxhet me këto fatura të fryra, se nga KPN ka shkuar ata. Edhe KPN-ja non-stop, në mënyrë permanente. Po të gjitha bërë. Ore, këtu është pari duhet të gjithë janë kryeministrat, zotëri? Po pa tjetër, po pa tjetër. Qeveria dhe kryeministrat. Po Spaku është në netim, apo ka dalë me akuzë për këtë? Jo, ka, do më thënë, ta kuptosh procedurialisht, duhet që të pranoj fillimish mos kompetence një prokurorie tjetër. Në këtë fazë jemi, pra e ka lënë? Jo, ja ka marrë. E ka registruar vetë. E registruar, se edhe mund t'ja kthen të Ka bërë, sepse mund të thoshte që nuk është kompetence Na e ti pra. Ka registruar grupin e strukturuar dhe përfshirjen e zyrtarëve të lartë, që aty mund të dalin pafundësisht. Ne nuk e dim fare se çfarë do sjell nesër banka nga Viena. Ne nuk e dim fare çfarë do të ndodhë në kompanitë që janë në Zvicër në Ilan, sepse ka kompani Zvicra vitet e fundit për çështjen e inceneratorëve ka sjell disa letër porosi të detajuara. Pra ka patur raste që nuk bashkëpunon, ka raste të tjera që sjell informacion detajuar dhe aty mund të dalin shumë emra zyrtarësh, ministrash, politikanësh e tjerë me radhë biznesmenësh. Pra do të thotë hetimi në këtë fazë që është, përveç pyetjes dhe sekuestrimeve në disa ministri për shkak të dyshimeve për përfshirjen e dy ministrave dhe zotit Ahmet Ajsi është zëvendës kryeministër, që po mblidhen dokumentacionet, nga ana tjetër janë duke u pritur letër porosit. Mendoj që kjo mund ta shtyp pak në kohë e tij, sepse letër porosit fillojnë nga 3 deri në 6 muaj për t'u ekzekutuar. Do thotë pastaj kur kthehen duhet përkthehen me përkthyes licencuar, pra do një kohë më të gjatë se sa hetimet e tjera që janë vetëm brenda vendit. Ushat kishe djeti. Por tani gjithë këto që thua ti, letër porosi, llogari, banka në Austri. Të gjitha këto na shërbejnë për të kuptuar jo se është vjedhur apo jo, se këtu jemi dakord gjithë që është vjedhur se 20 vjet ta s'kanë dhënë as lek. Por për të kuptuar emrat kush i ka vjedhur, se që a ka vjedhje as ka vjedhje këtë se diskuton më njëri. 1% e sigurt. Pra lekët kanë firuar. Kurioziteti ynë ose etimi është që kush i ka fut në xhep. Pra, ke kanë da bankers i fitimet. Qartë. Tek po jeton dhe Spaku, se... A thua? Po besoj se ndryshe, po mos kishte vjedhje, si kishte registruar fare, si vepër penale, ata janë bindur që ka vjedhje.
Pra ka evazion pasër fiskale dhe që është grupi, ato e ka nërët. Se unë si kam letëzu këto të Klodit, po qofse është kështu si po themin e këtu. Jo, këto janë që thash. S'kem më spektakolare vjedhje në Shqipëri, nuk ka ndodhë. Në i rasta ve Biali Muqa e këta. Ja, asudja. Kjo është rëmë. Ata të shkete vendani në njëmo. 400 milion kishin gjithë firmat piramidale zbashku, këtu janë 15 miliard, gjitha zbashku ishin 400 milion. Biles, këj variant do të pasohat edhe ke porti Durrësit, Alavari, se jeti koncesion është, po, shteti nuk është më 50% atje, është 32 më duket. Atje do dalim bilbil fare ne, si shtet, qofse do bëhet. Çfarë mua më shqetëson në aferën Bankers është që çdo përpjekje e prokurorisë, sado serioze, e fortë, e ku di unë të jetë, do të jetë thuajse pa mundur për të kthyer në një para në buxhetin e shtetit. Për shkak se milionat kanë shkuar kryesisht tek pjesa e offshoreve. Pra do thotë që nuk ekziston thuajse fare mundësia që ato para të rikthehen. Ama prokuroria, për shkak të bashkëpunimit që ka me vendet e tjera, mund të jo të gjitha rastet, sepse besoj që ka shumë raste që ka ndodhur shumë herë dhe nuk ka patur transaksione me jashtë, po besoj që do të ketë emrat kryesor të aferës. Pra kush janë zyrtarët e përfshirë, kush janë politikanët, kush janë drejtorët e tatimeve, doganave, ministrat e tjerë me radhë, ndër vite, sepse nuk është një aferë që është bërë vetëm në një qeverisje. Pra ka kaluar thuajse në 3 qeverisje. Ka nisur që në kohën e zotit Nano, për të përfunduar tek tani më, sepse drejt fundit po shkon edhe koncesioni. Kam përshtypjen është në vit 29, se është 25 vjetë, 2004-2029. Po Nano është këti vit, ma? Po nuk ka rëndësi, fakti që është nisur si kontratë, do të thotë që duhet ishte fituar... Nano, krasime të tjetër, 10 ka qenë për lek buksh, kjo. Jo i vit 9 muaj. 9 muaj, se më prill Se vitën e parë dhe mund talin me umbje. Edhe si ishin futur shumë vitën e dytë. Nuk ishin futur thellë në tokë ata në vitin e parë. Ja dha, Ylli. Kushta jep ka peshën kryesor? Po pse, do me thënë edhe... Kush e jep mirë pagues. Dhënia dyshohet që është korruptive, do me thënë, është vjedhja e më vonshme, apo ka dyshime... Një kompani saksone, registruar në Ishujt Kajman, do me thënë, ne ka ryllit e do me thënë, Ola, bjeri më shkurt, këta e kanë marë pa qenë të registruar këne akoma si kompani. Pra është nda pazari që do e marrë ti tendrin, po bëj kompani të shi. Ishte vetëm një të punësuar, do me thënë ishte... Bankers detyrohet... Që kur e ka marë, vjen aromë grafike. Bankers detyrohet... Koncesionet i jep shteti që kanë fitim kur janë kompani shtetërore, ka korupcion mërënda, sepse po e jep jetë. Si që Sëndeseja, Ngjyrosja, Rapiskani, pasaportat ka alati, gjitha e vjenje. Okej, Bankers Mirë, ne detyrohet... majtët që themi, po ju djathët duhet thoni që privati e bën më mirë, pra ndaj e jep. Dakor, po jep ja dhe të paguj privati, po se pos paguj ti, Këtu ma mirë ta maj shteti, se ma caron punë. Tani, Bankers detyrohet paguaj për shtetin shqiptarë 120 milionë euro, që si janë asgje para saj që ka ndodhur. është gjoba, jo. Gjoba. Gjoba. Që janë detyrim aksize dhe një gjobë. Po, 30 milionë euro janë... Tani, qëfar ka ndodhur dhe pse nuk është vjetë gjoba nga autoritetet publike? Kur vjen? Do kem pak kohë sa ta shpjegoj si historisë të gjatë. Atëherë, ka qenë viti 2011, 2012 dhe me 9 muaj të 2013-ës, që nisi një skem shumë e madhe e shpërndarjes së naftës pa cilësi dhe pa paguar taksën e akcizës ose ndryshe kontraband. Që ndryshe ishte Hollusi, Solari, Dylienti dhe është një naft e cilësisë më të dobët që përdoret për nevoja teknologjike të shpimit të puseve, duke qenë se nafta në tokë është në rënd, ka nevoj për presion që të nxjerrë në sipërfaqe naftën që prodhon Bankers në Patos Marines. Dyshoj që nafta hidhen treg, ka dëmtuar makinat tona, dhe ka favorizuar shumë nga prej kompanive kryesore dyshohej në atë kohë, që janë sot dominante në tregun e shpërndarjes së karburanteve në Shqipëri, për të shitur naftë pa cilësi dhe pa taksa, pra për të fituar miliona euro. Pra, Bankers, të lutem, ta kuptoj dhe plaku im, Ola. Hollusi që duhet përdor të Bankers që ke pusi e ke marrë ti ke makina. Kërkoj kohë, ta dëgjojmë se... Ta kuptoj. Skandali naftës. Jo vetëm nuk ka paguar taksa, por ka ndihmuar dhe kompani të tjera të mos paguajnë taksa dhe ka dëmtuar edhe mjetet makinat tona. Tani, socialistët e kishin Braçën në Mosgaboj, e ka patur në qendër të denoncimeve kur ishin në opozit, dhe në vitin 2013 me paketën fiskale bëhet një propozim
te ligji akcizës që për çështjen e solarit ose këtij hollusit, bankers të detyrohej të paguante akcizën. Pra që kompanitë e tjera mos kishin më mundësi që ta merrnin sepse akcizë për akcizë ishte, nuk do fitonin ndonjë para. Dhe u ra dakord që të ndryshojë dhe kontrata koncesionare me bankersin dhe ky të një shpenzim 100% i rikuperueshëm. Shumë bukur vjen muaji prill dhe bankers nis që të gjejë një shfrytëzim ligjor dhe që nafta ishte detyrohej të paguante akcizë në import dhe blinte nga Armo, nga ata që punonin në rafinerinë Armo në tregun e brendshëm hollusin. Dhe nuk paguante sërish akcizë. Aty kemi disa korespondenca nga ana e drejtorisë së doganave, Ministri i Financave ka qenë zoti Cani, nuk besoj të ketë qenë i përfshirë zoti Cani në këtë pjesë. Domethënë sa ministra janë përfshirë në këtë arrest? Ta mbaroj se tani ata të shkruajnë. Ti më thua sa ministra janë, po them për gjobën. Çfarë ka ndodhur për gjobën? Po ti thua sa ministra janë përfshirë në këtë arrest, mojtë? Jo në arrest, më zoti. Arrest. Në Hares. Që kanë harruar gjoja. S'kemi arritur të Haresa. S'kemi arritur të Haresa. Thash që kanë vjetë gjithë, Ola, thash janë përfshirë. Dhe Qani mund t'jetë përfshirë si i që s'ka urdhëruar tatimet i bëjë kontrolli, kaq, si i but. Jo, më nuk flas më. Gjove gjë që thashën Qani është hajdut? Ne të kemi thirrë për të folur. Po tani ju nuk po më lini ta tregoj. Po është i paqartë dhe të pyesë. Unë këtë detyrë kam të bëj pyetjet. Dhe ti po më shpjegon mua gjithë... Se është e paqartë, pra, bankers duhet paguan të akcizën dhe nuk... Unë kuptoja, po nuk e latë që donte të thoshte dhe pastaj bëni... Po dhe ti shumë gjera nga këto me zi kupton. Sidomos punë të ligjit. Jo. Po emisionin e bëjmë dhe për budallësi si puna ime. Jo, nuk e budallë. Po doni t'ja kuptoj vetëm të zgjuarit. Po nuk i kushton përmendje fare kësaj pjese. Jo, po përpiqja ta dëgjoja me shumë vëmendje. Po kjo nuk bëhet në këtë moshë. Dakor. Tek e lenti. Do me thënë, mosha ime e sipër mos e shifni më emision. Jo. Sa jeni poshtë, mos e shifni. Shikoheni. Mos e shifni. Po themi një tjetër bushat, shumë thjesht. Ka gjëra edhe për mua, dhe jo vetëm për ty, për të gjithë ne, që nuk ka interes. Nuk i shikojmë me, sepse nuk duam të bënim me të gjitha, të bëhemi dietolog. Dhe ti e ke më mirë se të gjithë ne këtë punë, që nuk bëhesh dietolog. Tani, po të përpiqesh ta kuptosh, të gjithë të ndoshta se kupton o deri në fund. Po unë jam detyruar të bëj pyetjet. Dhe i them, shiko tani, e di ku doja të dilja unë tani, në një gjë shumë thjesht. Shiko ku doja të dilja. Doja të dilja një gjë shumë thjesht. Ore kjo Aresa, sa vjet ka vazhduar Aresa? I qetë flë dhe po se kuptova. E Aresa është deri tani mo. Dhe do me thënë e kanë harruar me qëllim. Bankers duhet të paguan të akcizën dhe nuk e ka paguar akcizën sepse gjeti një artific ligjor. Këtu shkojnë në gjykat, mban një akt konstatimin 2014 dega e doganës së Fierit dhe i ve një detyrim $5 milion për të paguar. E çon në gjykat dhe merr sigurim pa dije. Sigurimi pa dijes nënkupton që të mos ekzekutohet gjoba. Rrezullim vendimi. Më pasi e fiton në shkallë të parë bankers, pala shqiptare, pala shtetërore publike e ankimon në apel dhe apeli e rrëzon sigurimin e padis. Në këtë kohë, në 2017, Ministri Financash ka qenë zoti Ahmetaj dhe zëvendës ministër ka qenë zoti Luçi, për një kohë në 2017 ka qenë dhe zonja Helga Vukaj dhe me porosit të zonjës Vukaj i dërgohen 2 shkresa degës së doganës së Fierit që i thonë nuk do thotë që ne jemi në çështje gjyqësore dhe ju mos i vendosni detyrimet për akcizën, madje nuk përmbushim dot parashikimet buxhetore. Këta 2 ministra i thonë që vazhdoni t'i vini detyrimin e akcizës bankersit. Në 2019 ndryshon, në 2019 shkon përfundimisht që maj, unë mendoja se ka qenë nëntor, se nuk i mbaj mend datat, dhe i vendoset detyrimi 30 milion euro dhe sipas dispozitave të kodit doganor, për çdo detyrim të papaguar, ke trefishin e penalitetit, 90 milion euro ishte gjoba. Dhe në vitin? 120 milion euro. 120 milion në total, zoti Rakipi. Në 2019, në fund të 2019 ndryshon qeveria. Këtu të vazhdojmë te ministrat që kanë bërë këtë harresën. Po harresën e pas kanë bërë të gjithë, me? Jo, nuk është harresa, ata ja vun detyrimin tani. Dakord. Të lutem, mundem Klodi ta mbaroj. Ja ta mbaroj, mësim, të lutem. Shumë emisioni vështirë, se kisha kohë pa ardhur. Po s'kam. Të lutem, atere. Vazhdo. Asnjërit mos flas fare. Po të thasha, ke pa kohë që fitohet në gjykatën administrative të apelit çështja nga bankers.
por fitohet në vitin 2022. Në 2019 kemi një shkres të zonjës Belinda Balluku, që ishte autoriteti kontraktor, që kishte kontratën me Bankers Petroleum, që i kërkon zonjës Anila Denaj, ministre të financave, që kërkoi doganave të Fierit që të pezullojnë vendimin për të ekzekutuar gjobën, sepse kompania ka të drejtë, është legjendë urbane kjo çështja e Hollusit që është përdorur për naftë kontraband, sepse thot nuk ka kartë teknologjike pusi. Këtu në fakt ja fut vetë se si autoritet kontraktor ke lejuar Gjykata kishte të ndjek këtu. Jo, s'kishte thënë asnjë gjë gjykata, po sigurimi pa dis kishte rënë, ti shkonja merr parat, nëse ajo fiton ja të mbrapsht në 2019. Dhe Denaj merr një vendim të pa precedent që i thot degës së doganave që pezulloni ekzekutimin e gjobës. Në vitin 2022, shteti shqiptar hum në apel dhe e ankimon në gjykatë lartë, e fiton çështjen në gjykatë lartë, ata më pas Bankers e ankimon në kushtetuese dhe shteti shqiptar e fiton dhe në kushtetuese. Nga viti 2022, tani jemi në vitin 2025, tani kemi edhe këtë përplasjen, konfliktin që ka ndodhur me doganat. Askush nuk ka bërë asgjë derisa SPAK shkoi në Ministrinë e Financave të sekuestronte dokumentacionin, praktikën, që kemi në shtator një shkresë të ministrit Petrit Malaj, që i thot së doganave të Fierit që vazhdojnë... Bankers i do t'i pagojnë këto para tani? Tani unë nuk e di sepse Bankers ka ankimuar sërish në gjykat, thot është parashkruar, t'i s'ka ardhur të mintet është ka 5 vjetë, thot. Po, ka që në 2019 në vendosja e gjobave. Ta mbaroj pak fabulën, të lutëm? Oke, faleminderit. Dhe parlamenti sa po ka kaluar një ligj për paljen dhe fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore. Po tani e kam... Gjoba 90 milion euro. Qa ndodh tani? Tërësisht. Një minut, po pse tani do t'a bësh emision tim të në fund t'i pa pyetur unë fare? Tash historin... Po se kam këtë pyetje kam pasaj. Qa ndodh pasaj që ka bërë shteti? Që ka bërë qeveria? Përfiton bankës. Që të marrin vesh njerëzit se po e vazhdove të gjithë një poemë. Ta kam prishur emisionin. Po jo më zonjë, nuk e ke prishur asgjë. Ke ndihmuar emisionin. Nuk përfiton bankës. Po vazhdoj si poemë gjatë, roman nuk mbron. Do me thënë, kjo është një moment më vete tani. Shumë e ftohtë që... Ata mund të përfitojnë nga kjo. Atëre në rregull. Pra, Bankersi është përballë një detyrimi 120 milion euro. Tani... Gjobë, se detyrimet tatimore janë shumë. Detyrimi është 30, gjoba është 90. E ndarësh kjo, e ndarësh me 30 dhe detyrim aksize dhe gjobe, bashkë, apo jo? Po nëse prokuroria myll hetimin, bankës i ka për të paguajtur 3 miliard euro të detyrimeve. Ku vendi ka miratuar ligjin për këtë që nisi Ola, vazhdojët i Ola, ligjin për faljen dhe fshirjen e detyrimeve tatimore. A përfiton Bankersi këtu? Tani thue, pra nga këto 20 milion... Me këto Bankers... Qa fiton? Fiton fshirje totale të 90 milion euro gjobë dhe pagesën për gjysëm të detyrimit vetëm 15 milion euro të akcizës. Pra u të ndisë kokoshi një thellë... Jo, pse fiton bankës? Tani ka praktikisht ka edhe një javë ko, deri për vitin e ri, që nëse... Dega e doganave nuk arrin që të ekzekutoj gjobën, nga 1 janari ligji ka hyrë në fuqi dhe Bankers fiton nga gjoba. Kur i është bërë pyetje ministrit të financave në kuvend dhe i është kërkuar nga deputetët e opozitës lista e kompanive me detyrimet më të mëdha që përfitonin nga ligji për fshirjen dhe faljen e detyrimeve tatimore dhe doganore, nuk i është dhënë lista dhe kjo është një regres në 2017 lista u dha. Ndërkohë që Ministri Financave tha që kompania është nën hetim dhe nuk përfiton se ne kemi një nen që për kompanit që janë nën hetim, por po të shohësh vendimin e gjykatës së Fierit për masën e sigurisë për hetimin e Bankers Petroleum, Bankers nuk është nën hetim si entitet, janë vetëm administratorët. Dhe kjo është një teknikalitet që Bankers mund të përfitoj nga kjo fshirje. Dhe tashmë i mbetet në dorën e SPAK-ut nëse ka kaq ditë kohë që ta regjistroj si kompani në hetim ose jo që të mos përfitoj. Bankers Petroleum? Djenin time nuk fiton, sepse pati propozim nga Gazmend Bardhi që kam nxjerrë unë tek Top Channel-i. Me firmë deputetit Gazmend e kam këtu propozimin. Që thoshte, të futen dhe kompanit që janë në hetim ose në procese gjyqësore pa marrë vendimi formë prerë. E ka ligji këtë? Jo, e hoqja ata.
ishte një afere e pistë dhe kjo ma në data 25 nëntor. Me 50 orë Bardhi u atësaru nga Amerika dhe bën një propozim tjetër që tha nuk I qëndroj ditë parit. E kam unë propozimi këtu. Tja qoj hylli ta shfaqi po desh, ta shikoj shqiptar dhe kam zjerë ke top qend. Dhe kjo ishte fix për bankersin, ky propozim. Po, e ditë e cili televizion e ke nxjerrë të ai që tiltet e përgjimet, që thot që... Unë vetë nuk kam bërë televizion, se thot s'te me fitim, nuk kam nërmen. si thot, qoni reklamën se do trajtoj emisioni investigativ I këti televizioni çështjen e gjobës, thot, e kite shumë e merak. Unë e kam zjerë me zorë. Trajtoj në media çështja e gjobës. Jo, unë e kam zjerë me zorë, sepse... Da reklama bankersi? Ola. Jo, tek përgjimet që di... Ola. Jo, këshu vizive, apo këshu në... Unë e kam zjerë me zorë, sepse emisioni ishte për marrëveshjen për avokatën e Pontët dhe thash kam një stam kartë, tash dhe u detyruan zorën. Tash unë televizion vetë nuk bëhe se I ka të mëllë tot. Një ka bërë shoku Handit, një shoku Hyllit, një tjetër. Tani bankersi këto, bankersi themi ne, po bankersi është një emër dhe tani e këtu I ka bërë me të tjerët. Ore, po edhe kjo që nga shumë e rëndë, që këta nuk dorëzojnë listën se kush përfiton nga falja e gjoba. Po tani e morë vesh. Së dia unë Është gjithë këtë debat publik që po bëhet Kjo po bëhet debat shumë I madh. Është debat shumë I madh këtë publik. Të nxorën listat e atyre që do falishin nga amnistia penale, Dhe jo të këtyre. Dhe nuk zjerin listat e këtyre që përfitojnë. Ne do ta bëjmë, se kemi kohë, do ta bëjmë se. Po e ke pikë të fundit besoj. Duhet ketë transparencë. Ylli ta nisa propozimin atë amendament ishte për këtë punë. Jo, po se ta marrin ata tani të gjitha ne e marrim në Ken, po e ke botuar dhe në televizionin që duhet ta Ola. Tani. Që nështë se kishin qef, po që ja që e nëzorën, Ola, s'kisha që bëja. Okej, tani. E nëzorën atite. Tani, bankersi nuk ka punu vetëm, por ka e tim, Klodi, për kompanit që kanë punu me te? Atëherë, zyrtarisht janë regjistruar vetëm emrat e personave ndaj cilët ka masë sigurie, janë regjistruar veprat penale, dhe duke qenë grupi strukturuar kriminal, pastrimi produkteve veprës penale dhe korrupsioni zyrtarëve të lartë, të gjitha kompanitë që kanë pasur kontrata të gjitha natyrave me bankers, patjetër që kalojnë në filtrin e prokurorisë së posaçme. Por, duke qenë se ky hetim nuk ka më shumë se 2 muaj që ka nisur zyrtarisht, pastaj në të ardhmen mund të ketë më shumë edhe detaje sa ju përket kompanive, por nuk bëhet fjalë vetëm për kompani të cilat kanë, pra shtrihet nga këtu dhe pastaj thuajse në disa vende që kanë të bëjnë me qarkullimin e parave. Kështu që patjetër të paktën çfarë janë kompani që nga studiot ligjore deri te kompani që kanë patur kontrata, kompani për transfertat, kompani për shërbime të ndryshme, sepse po ta shikosh me kujdes, transferimi I parave ose qarkullimi I parave është bërë nga një kompani kryesore me të gjitha kompani satelite rreth saj, që në thelb parat kanë qarkulluar tek e njëjta dorë. Kështu që unë nuk mund të them se sa është numri I kompanive, por ajo çfarë mund të them, po të shikosh me kujdes vendimin e SPAK-ut që ka pranuar çështjen për kompetencë, aty thotë që hetimi do t'i nënshtrohen të gjitha entitetet që kanë patur kontrata me kompaninë Bankers. Kështu që numri është shumë I lartë sepse bëhet fjalë për nga 2004, domethënë 21 vite. Dhe 21 vite ka patur kaq shumë kompani dhe kaq shumë entitete. 21 vite, Klodi, mos do duhen 21 vite të tjera për tu hetuar kjo apo jo? Sigurisht që ky nuk është një hetim I lehtë dhe unë nuk mendoj që mund ta marrim me kaq thjeshtësi edhe është ndoshta ndërhetimet. Po flasim tani për te atyre çfarë mund thuhet për SPAK-un me gjithë mangësitë që ka, po ky është një hetim ndoshta ndër më të vështirit për shkak të kohëzgjatjes, për shkak të milionave që janë vjedhur, për shkak të entiteteve, personazheve që janë përfshirë. Pra bëhet fjalë, imagjinoni një person që ka punuar 20 vjet përpara në Bankers, mund të ketë ditur shumë gjëra, po sot mund të mos jetojë më. Pra do thotë që me sa më shumë vite që kalojnë, aq më e vështirë bëhet hetimi. Por vitet e fundit që ka pasur shumë shkresa, shumë transaksione, sistemi bankar ka lënë gjurmë, mendoj që do të jetë më e lehtë paktën në 10 vitet e fundit për të kuptuar realisht se çfarë ka ndodhur. Pra 10-15 vitet e fundit janë më të mbuluara se ato të fillimit. Jemi të qartë dhe këtu, po ndërkohë qarkullojnë fjalë që Bankers Petroleum po shitet. Kush mund të ketë interes për blerë një kompani me detyrime të larta në hetim nga autoritetet e drejtësisë, nga organi më special në Shqipëri, dhe që rezulton për 20 vjet vetëm me humbje. Ndërkohë që përfundon kontrata koncesionare në vitin 2029 pas 3 vjetësh. Si ka mundësi tani, kush mund ta blerë këtë? Dhe qa interesi ka që të blesh një kompani që mund të dalë një blerës budallah thua? Kush? Po jo, në një budallah thash mos del e ble. Mendoj që kjo çështja e ligjit është një ligj I cili ka emra dhe ka një listë kompanish që përfiton.
besoj Air Albania është e lista e këtyre kompanive, që nuk ka paguar detyrimet atimore dhe doganore, Bankers është e lista e kompanive që përfitojnë, pra që janë kompani të mëdha dhe që i falen dhe i fshien detyrimet. E kam nështije që bëjë parlamenti? Me tatime dhe ndogana. Ajo të bëne, s'ke qimer, ajo ka qenë falimentur që më përpara, po do me thënë, të kjo pyetje në luat. Ka aksioner Turkish dhe mund t'i marrësh 15% të detyrimit. Po Turkish të marrë këtë dhe thua ti, Bankers Petroleum. E kisha për Bankers Petroleum. Pra, pa tjetër që është me bekimin e zyrtarve. Okej, më po kush mund t'a blerë këte? Flitet është një kompani me bazë në Katar, ish ministri të jashtëm të Katarit që është në negociata me kompanin Bankers për shitjen e saj. Kompania Bankers, burimet e punojnësve atina thonë që ka përfunduar raporti due diligence për vlerën e aseteve dhe është vlerësuar rastësisht 120 milion euro, ajsa që është dhe detyrimi, aq është dhe vlera e aseteve. Megjithatë, pritet që nëse do ketë vlerës të rinj, do ketë automatikisht edhe shtyrje të kontratës koncesionare, siç ndodhi me aeroportin. Domethënë nuk do të jetë më viti 2029. Jo. Atëre, unë themë, ne do të vjojmë të rimeremi me këtë temë, por ka që të themi për tani dhe ndërkohë të zgjatemi pak edhe të që pëndodh me jetimet për kurum. Në çfarë faze, në fakt ne kemi thënë vazhdimisht zotë Muslim që në qoftë se dojnë të shikoni që ka ndodhur në Shqipëri në këto 35 vjetë, shikoni Bankersin, që ka bërë Bankersin në tokë dhe që ka bërë kurumi mbi tokë. Dyja këto kompani kanë qenë me bekimin e madh të shtetit shqiptar, të qeverive shqiptare, pa dallim feje dhe krajine. Do me thënë, kanë bërë çka kanë dashur. Dhe ka rëmbyer çka kanë dashur nga të dy krahët. Në çfarë faze janë hetimet për mbetjet e kurum, Lala, duket sikur këse kompanie nuk i hyn, si kundër se Bankersit, po më shumë se Bankersi kësaj nuk i hyn gjem në këmbë, vazhdo në ndanë reklama të pafundme për mediat dhe ka eshtje nga pothuajse të gjitha mediat, televizionet dhe portalet. Çuditërisht, shumë kompani kanë ndarë dhe ndajnë reklama dhe është normalitet. Por kjo ndanë reklama pasi mbyllet. Dhe deri dhe të mediat i quhen më opozitare në Shqipëri. Është shumë e çuditshme. Pasi është mbyllur dhe pasi e ka mbytur Shqipërinë me helme me gjitha dhe ku pritet të vinë një analizë si kur është nisur në planet tjetër, për ku është nisur kjo analizë? Në Itali. Itali? Sa koka? Tani ju e dini zoti Rakipi, unë kam qenë ndër të parë gazetarë që ja marrë me skandalin e mbetjeve të kurumit, edhe besoj që, do më thënë, kam patur të drejtë, e koha do më jap të drejtë që kjo është një dosje destinuar për të pushuar ose më saktë për të mbyllur, sepse mendoj që ashtu si afera Bankers edhe afera e kompanisë Kurum është një aferë që përfshin të gjitha qeverit dhe njerëz shumë të rëndësishëm politikën shqiptare. Por ajo çfarë nëse Bankers na ka rëmbyer pasurinë kombëtare edhe qytetarë shqiptarë nuk kanë patur asnjë benefit, u është vjedhur pasuria, në fakt çështja e Kurumit është edhe më e rëndë sepse qytetarë shqiptarë janë helmuar. E dini ku janë ato 102 kontenerët që janë me mbetje dyshuara toksike dhe të rrezikshme? Janë në Porto Romano. Pra janë në Durrës dhe imagjinoni se çfarë mund të ndodhë me kushtet klimaterike që ndryshojnë dhe ka muaj të tërë që vazhdojnë të qëndrojnë të vendosur aty dhe në vend që të kishte një shpejtësi të rrufeshme nga shteti shqiptar dhe nga çdo laborator brenda dhe jashtë vendit për të nxjerrë analizën e këtyre mostrave se çfarë përmbajnë kontenierët dhe të zgjidhej këtë çështje dhe të bëjë asgjësimi i tyre ose të dërgoheshin sërish për eksport, sepse ajo është lëndë e parë që mund të përdoret në vende të tjera, për si që ishte rasti i Tajlandës që i kishte kërkuar, por që ishin dërguar pa autorizim, në fakt me Kurumin, çfarë unë kam thënë, vazhdoj të bindem çdo ditë më shumë, që prokuroria do ta varrosë atë çështje një herë përgjithmonë, sepse përgjegjësia në këndvështrimin tim shkon shumë lart në qeverisje, dhe jo vetëm qeverisjen e sotme, por edhe të mëparshme. Dhe ajo çfarë ndodh është që Spaku nuk e ka marrë këtë? Jo, sepse ta kam shpjeguar edhe një herë më herët, duhet ta shpall mos kompetencën prokuroria e Durrësit dhe t'ja kaloj Spakut. Cila nuk e bën. E cila nuk e ka bërë deri më tani. Ka patur një përplasje brenda prokurorisë në lidhje me këtë çështje. Është pritur gati 6 muaj për të gjetur një ekspert. Pra ne kemi ekspert brenda vendit. AKBN-ja që është institucion shtetëror ka refuzuar ta bëjë ekspertizën, duke thënë që ne, pra akt ekspertimin e analizën. Është një akt ekspertimi rëndom. Të lutem.
mund ta bëjnë, pra ne kemi kapacitete për ta bërë. Po ndërkohë autoritetet shqiptare, AKBN-ja që është institucion shtetëror, ka thënë unë nuk kam ekspertët e duhur për ta bërë një gjë të tillë dhe nuk kam laborator. Dhe u pritet 6 muaj një kompani e huaj, pra një laborator i huaj nga Italia, që të cilte ekspertët për të marrë mostrat. Imagjinoni 6 muaj është pritur. Do presim ndoshta 6 muaj dhe deri një vit për të kthyer përgjigja e analizave, pra për të mësuar se çfarë ka brenda atyre kontenerëve. E para, që është shumë shqetësuese. E dyta, ne nuk dimë ku kanë kaluar tonelata mbetje të kompanisë Kurum, çfarë ka ndodhur me to? Asnjë autoritet nuk të jep një përgjigje se çfarë ka ndodhur dhe mund të jenë groposur, mund të jenë azgjësuar brenda vendit duke shkaktuar toksina të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Ne nuk dim sot që flasim çfarë ka ndodhur me kompaninë Sokolaj, sepse nëse mbani mend ishte kontraktuar një kompani për të bërë eksportin. Pra, ne kemi patur të mos ishte alarmi ndërkombëtar që u vu në atë kohë nga aksioni Bazelit, pra që është në një farë mënyrë rrjeti që merret me çështjen e këtyre mbetjeve të rrezikshme apo toksike, mund vazhdonte lehtësisht gjithë ky aktivitet kriminal. Dhe sot që flasim, askush nuk e vojë në zjarr që të shpejtojë hetimet për këtë çështje, që përtej vjedhjes, zhvatjes, abuzimit e tjera me radhë, dhe që kompania Kurum ka kryer aktivitetin haptazi në sytë e gjithë institucioneve. Pra, unë nuk kam parë një raport të detajuar nga Agjencia e Mjedisit, sepse ka agjenci kombëtare të mjedisit për të analizuar se çfarë ka ndodhur me këtë kompani. Pra ka patur veprime dhe mosveprime, sepse ndonjëherë jo domosdoshmërisht një zyrtar mund të korruptohet, por edhe duke mos vepruar, që patëm edhe atë debatin me Olen, dhe duke mos vepruar, pra duke mos ushtruar detyrën, duke mos trokitur në derën e bankersit apo të Kurumit, në fakt mund të ketë shpërdoruar detyrën ose të ketë kryer një vepër tjetër penale. Dhe rasti Kurumit është një rast që për mua po shkon drejt degradimit të çështjes. Dhe vonesa sa më shumë, në fakt çfarë po ndodh, po i lejon të gjithë personat e përfshirë të zhdukin provat. Sepse imagjinoni një kohë kaq e gjatë, ne italianët mund ta sjellin pas një viti atë akt ekspertimin ose analizimin. Sa kohë ka që është kërkuar kjo? U kërkua para 2 muajsh, po ne pritem 6 muaj një herë. Tani kemi 2 muaj që i kemi dërguar. Duhet presim dhe 6 muaj deri në një vit për të ardhur analizat. Pasi të vinë dhe të kuptojë çfarë ka brenda kontenerëve, duhet parë përgjegjësia e gjithë secilit. Po imagjinoni një hetim që mund të shkojë 2, 3, 4 vjet, ndërkohë që me kontenerët kanë mbetur aty, ruhen ditë-natë, pra ne vazhdojmë të paguajmë prapë nga taksat tona, sepse janë punonjës të policisë të cilët i ruajnë atje dhe qëndrojnë në shërbim 24 orësh. E kupton, pra ne paguajmë prapë në vend që policia të merret me çështje më të rëndësishme, duhet ruaj mbetjet e Kurumit, të cilat dyshohet sipas të gjitha të dhënave të ardhura, sidomos nga organizatat ndërkombëtare dhe nga agjencitë ndërkombëtare, që janë mbetje të dyshuara toksike dhe të rrezikshme. Ola? Për mua, më mirë të mbyllet hetimi dhe mos paguajnë gjithë këto taksat, sepse kështu siç po shkon çështja, kompanisë i lind patjetër e drejta, edhe nëse thonë që mbetjet janë të rrezikshme, të thotë që nuk e di se çfarë ka ndodhur edhe se çfarë i ka ndodhur materialit nga procesi kimik, duke ndodhur 3 vjet të mbyllur në kontenjer, edhe në çfarë materiali është kthyer. Apo në çfarë lënde, dhe mund të kontestoj çdo lloj procesi gjyqësor, hetimi patjetër që u kuptua që kishte ndërmend të zvarritej edhe që kompania Kurum do... Mund të vite përgjigja që ato nuk janë të kontaminuara. Nuk e besoj të përgjigja për sa kohë ka patur... Jo, ekziston risku, jo, të lutem, mund ta them unë këtë gjë, sepse rezulton sipas akt konstatimit, sepse mbetjet janë kthyer nga një port në Turqi. Dhe disa nga kontenerët i kanë pasur plumqet, pra atë qelsin që e themine, e kanë patur të dëmtuar. Dhe unë në atë kohë, jo më lërë të mbaroj, sepse unë në atë kohë, nëse mbani mend e kam ngritur këtë shqetësim në studion tuaj, dhe kam thënë që plumqet e kontenerëve janë të dëmtuara dhe asnjë institucion shtetëror nuk u shqetësua. Pra, kontenerët ishin zbritur në sheshin e kontenerëve në Turqi, ishin ngarkuar një tjetër anije për të ardhur në Shqipëri, dhe autoritetet shqiptare në një vend normal, pra për të patur një hetim të drejve të gjithanshëm të plotë e tjera me radhë, ne mund të kishim ekspertët tonë që mund ta shoqëronin ngarkesën pa patur ndërhyrje. Ne nuk e dim fare çfarë ka ndodhur gjatë rrugës së kthimit, sepse vërtet kompania ndërkombëtare mori përsipër që të rikthente, por ne nuk e dim në çfarë kushtesh janë rikthyer, a janë ruajtur me kamera sigurie, çfarë ka ndodhur në Turqi, se kanë qëndruar mbetjet në pritje në Turqi. Dhe plumqet ku ka zbritur...
Por ne nuk e dim pra, këtë po them. Ne nuk e dim Se në hapë nuk e verifikuar? Jo, pra janë hapur disa prej tyre, po janë hapur tani, po plumqet e disa kontenerve kanë qenë të dëmtuar. E sigurt është Klodi që drogë s'ka, se nuk e këshin lanë. Po të kishte ta këshin mush me drogë, da këshin rrujt vetë. Jo, mua më shqetëson realisht, ato janë mbetje të cilat realisht për te të gjithave helmojnë qytetarë shqiptarë. Dhe kjo nuk është një çështje për ta relativizuar kaq thjesht. Unë mendoj që këtu duhet bëhet serioze e gjithë media. Po flas në tërësi, zotë Rakipi, se ju e dini shumë mirë që pjesa më e madhe për çështjet më të rëndësishme, sikur nuk janë as gjikundi, domethënë. Po kanë dhe arsye dhe një që timë. Tani, s'kemi gjë, vështim. Kurumi ka qenë përfitues nga amnistia dhe ka detyrimet tatimore disa. Ka shumë dhe i bien dhe ato. Në 2017 ishte te lista që solli në kuvend drejtoria e doganave dhe tatimeve për te 50 kompanitë që kishin borxhet më të mëdha. Përfitoi. Pra i bën dhe faljet më dha Muslim tani. E kap dhe amnistia fiskale Kurumin. Atëherë kjo është Bankersin mund të mbeten 15 milion, që na jap ne gjithsej, dhe Kurumin e kap dhe Kurumin, amnisti fiskale madhe. varianti i Italis viteve 80-90, blej politikën që të bëjnë ligje për Italis jugut toti. Edhe Italis e i kitë gjithë qeverisë. Për më dhe gjitha koncesionet që janë danë Shqipëri nga qeverit, gjitha kanë pislik mrena dhe janë vjedhje. Tani nga 3 fjali se cili, sidomos Bushati dhe Muslimi, për të dy tematika, të njëjtën gjë, është e njëjta gjë që kishim ne, pavarësisht se me Bankersin u morëm gjërësisht të gjithë. Ç'është kjo Bushati, kjo ngjarje, kjo gjë që 20 e ca vjet më parë, po dhe kjo shumë vite më parë. Ç'është kjo? Do shta këtu këshurë gjithë shka, po aksidente janë këto që kapet një problem pasaj tjetëri. Do shta është gjithë shka këshumë. Si me ndonë ditë tani? E keqja është që ka ardhur duke ushtuar. Shritur, thua dhe. Po shritur me ritme të shmëndura. Mësim, ti si e me ndonë dhe në këtë. Dhe a do vjoj të rritet tani. Unë kam, kur njoj këte të harurën me punë të ambasatës amerikane, ju li që shkon të akon. Agronin, Si? që të takoj Agronin. Jo, Agronin, jo. Që shkon të akon këta Ramën dhe i thot, kujdes nga investimet e huja kineze, e rusët dhe këta që Mos s'janë. vin këta dhe. Ne vetëm ta kemi këtu. Ne bankës e kanë kinezët. Kurumin Turqit, portin e Durrësit Turqit. Aeroporti ka qenë flamuri kinez sa gjysë me mali dajtit pas të mërë të qeti. Aeroportit. Gjyrimin e naftës kinezët, këto kinezët. Që ka qenë vërtet kinezët. SGS-ja, kolaudimit mjetëve, shikondi, edhe pasaportat aleatët, në gjitha që kanë qenë koncesione, një Amerikan se shofë këtu. Pak në aleati ka qenë francesë. Jo, te aleati ka qenë dhe Fondi Amerikan i Zhvillimit. Një Amerikan të mon për vërteti. Ka qenë një Amerikan, do me thënë, se Jo, jo. pa Amerikan së bëj. Tentoj Donald Luja, për si ishte vetë Amerikan, të i bërtiste tik lalës për bankës, se tha jemi në Donald Luja ishte për Bankersin? Po, Donaldi si ishte Amerikan. Donald Luja, më thëmë, një Amerikan për vërteti nuk e gjeta këtu. Donald Luja Amerikan ishte? Po, jo, edhe Në Amerikë të vajtur janë të gjithë më mbësim. E të qojnë racizm, tani. Tani e bëqove në racizm. Nuk e Amerikanë se qevë nga... A ju vajtë atje për të mërojt kinezët. Morem qef tani. Donald Luja vajtë për të mërojt kinezët. Sa qenë kanadezët nuk qeshtë qëtësue, kur e morën kinezët. Me këtë që thua ti, po të gjoja i madhi që është zgjedhur atje tani, na hoqë edhe Donald Lund nga Amerika. Si emigrant na e largove. Ka mundësi ka ik veta i bo. Mirë naftën nga nën toga, po edhe... Naftën mirë, po të na e gjithë në Donald Lund tani... S'kemi gjime, ha? Klodi thot dë mëllët kërumi, po nëse spaku mëllë gjitha këta, dhe duhet ja mërë dhe Tash spaku. do mbyllet Kurumi, zoti Jo, do mbyllet Tash hetimet, dhe. mënyra se si është Po, zvarritin, dhe. Ola, tha më mirë të mbyllet, tha se sa... Po ju jep të mundësi vazhdojnë të paguajnë. të zhdukin provat dhe është një dosje A shenja duke që po qënë drejt mëllit. Sepse dështimi e di çfarë do të thotë, është shumë e thjeshtë për të bërë kurban dy punonjës të thjeshtë. Çështja është hetimi duhet të nxjerrë përgjegjësit kryesor dhe të vërtet, se nëse marrim dy punonjës të thjeshtë dhe i ngarkojmë me përgjegjësi, ky nuk është hetim pastaj. Këtë po thoja në thelbin asaj çfarë do thash. Po, duket të shkojë drejt një zvarritje pafundësisht dhe pas një viti, 2 vjetësh, 3 vjetësh, kur ato me mbetje të nuk e di çfarë ndodh, se ne nuk e dim Po, para çfarë maron dhe ndodh. fati hetimit, Edhe parashkruhen disa vepra, edhe ata të cilët mund të jenë përgjegjësit e vërtet mund të ikin fare nga Shqipëria dhe se janë këtu. Pra, parë në këtë kontekst, unë e shikoj si një çështje që mund të shkojë drejt dështimit. Nëse ne quajmë sukses që kapen dy punonjës të thjeshtë apo 2 specialistë doganash dhe tatimesh, për mua nuk është hetim.
Se historia kurumit nuk është histori e dy punonjësve. Se te e kam vujtë unë të bënë denoncimin e tender të uniformave, asi nga ta që arrestu se kishe emre këtë denoncimin jem. Gjithë që kishe denoncu unë, së një asi mrena. 26 milion euro uniformat e policisë. Kishte e filmin e si, kishte emrin para bankers kjo? Saxon International. Saxon International. Tani s'kemi gjë me, ha? Mësim kishe në gjë? Jo. Mbeti që pengja? Jo, asmeri. Ndërruar të rizikus... Si s'dojmë në televizioni, vim her tjetër. Sigurisht. Po kemi në i peng. Të ndërruar të rizikus, tani, unë besoj që ka që ishte për mbreme në sotme, ne u përpoqim. Edhe për këtë vit? Jo për këtë vit, se kemi emision për 28, 28 bjerë dhe tjetëre. Tani, ka që ishte për sotë, u përpoqim, do me thënë, të thoshim në një gjë. Shfardoj që ju themi para, e njëta gjë është dhe nesër dhe pas nesër dhe... Po ne të detyrë kemi, vim, fjallosim këtu, ju dëgjoni, ose bëni sikur dëgjoni, edhe vazhdojmë. Ndërko, fill pas kësaj, ju do të ndiqni, pas një raporti fare të shkurtër, do ndiqni një raport filmik që ne kemi patur 15 vjetë më parë për bankersin. Në atë kohë, ajo nuk quaj bankers, asi e kishte e vola dhe njerë, se emrin... Saxon International. Saxon International, dhe atëre erdhën shumë njerës këtu në Shqipëri, si që da shikoni dhe nga filmi, në pjesën e dytë pasë në publicitetit, ju da shikoni se si erdhën dhe njerës bile erdi dhe Uesti Klarku, e sollën, e bën antar të bordit, mori dhe a i shkret në një lek. Se edhe kishte dhe bomba, ati dhe i takonin. A i kishte bërë dhe gjithat luft këtu, këtu jo, po... Në Kosovë, po, për Shqipërinë, për pjesa shqiptare, ja? Erdi dhe i, u bë bordi... Si kime të Bangladeshit. Erdi, të gjithë vinë këtu, të ndëruar të shqiku, ser paser, në vizitojnë, ben dhe në bord, antarë të bordit, do njerë dhe kretarë të bordeve, të gjitha, shikojnë, marin dhe gjitha, dhe pastaj mbaron filmi, mbetet bosh 10 vjetë më parë, se unë nga trova më duhet. Po 2015. 2015, se 10 vjetë më parë kemi bërë në këta. Se bëndë nga tresa njeri muslima. Po 2015, ajo të do të them dhe njerë unë atë Saxon International. Saxon International, po me? Tani mëso. Ti, plan tek e ke më burë. E ke bërë dhe film, thuaj, gjithë dhe. E ke bërë bëjnë, bënde punon të arja të re, të kujtove ty. I qante arja. Qante ato, bashkë me gazetarët e tjetë, ishën të zotët ato. Pra, ka që ishët ndërruar të shikusë, unë ju falenderoj shumë, falenderoj të ftuarit e me të gjithë, ju falenderoj shumë që në ndoqët natën e mirë. Marrish sot 1.100.000 ton naft dhe mos të kesh fitimet e veta, atëherë unë tash një gjë tjetër, se këtu janë problemet se si monitorohet marrëveshja. Në 100% e parave të nxirra nga ky vendburim reinvestohen 100% këtu në Shqipëri. Mund të bëjë edhe avazione, mund të bëjë edhe punë tjetër. Këto janë çështje të tjetër kujt të tatimeve që duhet i njekin edhe të bëjnë ekspertizë. Varet çfarë taksash janë këto. Sa përqind është pjesa që merr shteti dhe sa ndikon kjo taksë në pjesën që merr shteti, mos i bie që e merr të tërën dhe duhet të japësh dhe lekë të tjera atij. Nga të tuat. Jo vetëm që sfiton nga nafta, po jep dhe lekë në tuat. Epoka komuniste e mbylli ciklin duke lënë një Shqipëri të raskapitur. Ekonomia ishte në stagnacion të plot, industria e falimentuar.
Në fillim të viteve 90, qeveria e kishte mundësit të kufizuara, ndërmarrjet kishin prekur fundin. Qeveria Meksi nisi liberalizimin e tregut. U kryen disa negociata me kompani ndërkombëtare, të cilat ishin të interesuara të investonin në industrinë tonë, përfshirë edhe atë të naftës. Shteti shqiptar nuk kishte më lek, ronte me shitjen e madhëve ushqimore që binin dhe me minimumin e taksave që sapo vunë, dhe nga lulëzimi i ekonomisë. Atëherë ngelesh e vetmja rrugë ajo rrugë që e kërkoi dhe ata para nesh, investimet e huaja. Interesimet e korporatave ndërkombëtare nuk munguan. Gjigant ndërkombëtar si Shell, OMV, Occidental e të tjerë nisën kërkimet për naftë në det. Por një tjetër aset i çmuar gjendej nën tokë. Patos Marinza është fusha naftëmbajtëse më e madhe e Shqipërisë. Ajo përfaqëson gati 85% të rezervave të nëntokës shqiptare dhe konsiderohet si një nga rezervat më të mëdha nëntoksore të naftës në Europë. Disa korporata të huaja u interesuan për këtë fushë në fillim të viteve 90. Qeveria shqiptare ishte e prirur të bashkëpunonte me to, por ishin hapat e para. Shqipëria nuk ishte as eksperiencë dhe as një kuadër ligjor për të nisur bashkëpunimin. U morën ekspertë huaj, holandeza, norvegjez, nuk ka rëndësi donë, po me ndihmën e Bergjit të Bankës Botërore, u hartua ligji për hidrokarburët, siç ishin ligjet e të tëra vendeve në përgjithësi. Në vitin 1993, qeveria hyri në negociata me kompaninë angleze Premier Oil dhe një vit më vonë, më 1994, u lidh marrëveshja për Patos Marinza. Premier Oil dhe kompania jonë shtetërore Alpetrol krijuan një kompani të përbashkët të quajtur Anglo-Albanian Petroleum. Do të ishte kjo kompani që do të zhvillonte Patos Marinza. Premier Oil solli specialistët e saj të cilët nisën kërkimet dhe studimet, por dhe punën në disa nga puset funksional në Patos Marinza, dukej se gjërat po funksiononin. Çdo huaj që vjen në Shqipëri, dhe për fajt shqiptarëve dhe për interesat e tyre, kanë gjithnjë probleme, po to zgjidheshin në përputhje me ligjin dhe me kontakte dypalëshe. Puna vijoi normalisht dhe në vitin 1997, kaosi që shkaktuan ngjarjet e atij viti duket se nuk e cënuan bashkëpunimin me kompaninë angleze Premier Oil. Në vitin 1998, Banka Botërore e mbështeti këtë projekt në Patos Marinza, duke e financuar e duke hyrë si aksionere nëpërmjet korporatës IFC. Kompania britanike Premier Oil vijoi punën normalisht deri kur në vitin 2004, pas 10 vitesh punë në Patos Marinza, vendosi papritur të tërhiqet nga Shqipëria. Premieri hezitonte her pas herë që të paraqiste një program zhvillimi, po edhe të tërhiqej. Ka pasur disa faktorë që bën të mundur tërheqjen e premierit nga, ose më saktë, gjithë partnerëve të huaj nga vendimërimi i Patos Marinzës. E para ka qenë që kushtet, themi, ekonomike teknike të projektit ishin larg pritshmërisë së këtyre partnerëve. Po ashtu në këtë kohë, në 2004, Shqipëria nuk ka pasur asnjë lloj infrastrukture për të testuar se çfarë çmimi ky lloj nafte do të kishte në tregjen ndërkombëtare. Arsyeja që dha kompania britanike Premier Oil për tërheqjen nga Shqipëria ishte mungesa e leverdisë në projektin e Patos Marinzës. Por ish kryeministri Meksi i shet disi më ndryshe motivet e largimit të kompanisë britanike. 10 vjet mund të mjaftojnë për të ezauruar nxjerrjen e naftës me teknologjinë që kanë dispozici, pas nuk nxjerr dot më. Por nëse sot vazhdon dhe është prodhuesja kryesore e naftës, do thotë që të tillë problemi nuk duhet të ketë pasur atë, mund të ketë një problem në një lloj tjetër. Po cilat ishin këto probleme të një lloji tjetër? Premier Oil e lidhte humbjen e interesit për Patos Marinzën me rënien e çmimit të naftës në ato vite. Ish ministri i energjetikës, Viktor Doda, kujton një episod me kompaninë britanike që lidhej pikërisht me çmimin ndërkombëtar të naftës. Ram një marrëveshje që ne të provojmë se sa nafta jonë në treg do të ishte eficiente. Kuptohet, nafta shqiptare, nafta rand.
Atëherë premieri propozoi që të merrte një sasi nafte nga ne, tash më kujtohet dhe shifra, rreth 40.000 ton, edhe testonte tregjet në përbot. Dhe ajo të përcaktonte një çmim. Sipas tregut edhe ne do ofronte këtë çmim. Sigurisht të patëm edhe një përplasje interesash. Pala shqiptare me palën angleze, mund të them. Dhe ajo kërkonte që këtë testim tregu ta bëj vetëm ajo, pa pranimin ton. Ne këtë nuk ja pranuam, unë konkretisht nuk ja pranova. Premier Oil u tërhoq zyrtarisht në muajin mars 2004, por ende pa kaluar një muaj nga tërheqja e saj, mijëra kilometra larg në Karaibe, në një trekëndësh ishujsh ekzotik të quajtur ishujt Cayman, regjistrohet një kompani e re, Saxon Energy International. Atje larg në ishujt e Karaibeve dikush po vepronte me shpejtësi, duke regjistruar kompaninë Saxon vetëm 2 javë, pasi anglezët e Premier Oil ishin tërhequr zyrtarisht nga Patos Marinza. Por ndonse e regjistruar në një kontinent të largët. Kompania Saxon e dinte mirë se çfarë po luhej në Patos Marinz dhe në dikasteret e shtetit shqiptar në Fier e Tiranë. Kjo kompani e re brenda 2 muajve arriti një rekord spektakolar. Në qershor të vitit 2004, Saxon lidhi një marrëveshje me Alpetrolin dhe i zuri vendin kompanisë britanike Premier Oil në fushën e pasur të Patos Marinzës. Një shoqëri kanadeze do të investojë rreth $2 milion për rimëkëmbjen e 40 puseve të naftës në Patos Marinz në Fier. Sigurisht ju dihet që ne kemi filluar në Patos Marinz me parë implementimin e kësaj teknologjie, e cila ka ardhur deri në stadin e sotëm dhe tashmë në këtë moment ndërhyn firma kanadeze për ta zhvilluar me tej këtë vendburim. Kjo është marrëveshja që kompania Saxon lidhi me shtetin shqiptar vetëm 2 muaj pasi ishte krijuar. Një koncesion që kompanitë dhe korporatat gjigante ndërkombëtare e arrin vetëm pas muajsh negociata e përpjekje. Kjo kompani, që kishte vetëm 2 muaj jetë, e arriti sa hap e mbyll syt. Dokumentat ekskluziv të depozituara në qershorin e vitit 2004 nga kompania Saxon tregojnë se nga ishujt Cayman në Karaibe u autorizua shtetasi Richard Wadsworth që të vinte në Shqipëri e të regjistronte filialin e kësaj kompanie në Tiranë. Më pas të lidhte marrëveshjet me shtetin shqiptar. Po kush është Richard Wadsworth? Cili është ky njeri që u paraqit në Tiranë me një prokur për fajsimi nga ana e kompanisë Saxon nga Karaibet dhe për 2 muaj arriti të lidhë një marrëveshje me Alpetrolin për shfrytëzimin e një prej pasurive më të çmuara të nën tokës shqiptare, Patos Marinzën. Si mundi ai që nëpërmjet një kompanie të krijuar në muajin prill 2004 të hynte në marrëveshje në qershor 2004? Në CV-n e tij profesionale, zoti Wadsworth shprehet se që prej vitit 2001 u angazhua nga kompania angleze Premier Oil për të bërë pjesë e ekipit të menaxherëve të projektit të Patos Marinzës. Nga viti 2001 deri në vitin 2004, zoti Wadsworth ishte drejtori i projektit të Patos Marinzës të dirigjuar nga Premier Oil, që do të thotë se kontratën e re e lidhi drejtori i vjetër. Dhe arriti të lidhte këtë kontratë të re me një kompani që kishte vetëm 2 muaj që ishte krijuar në ishujt Cayman. Vetëm se kishte një problem. Ligji për marrëveshjet hidrokarbure dhe për koncesionet e pengonte shtetin shqiptar që të lidhte marrëveshje me një kompani si Saxon. Dhe kjo për 2 arsye. Kompania duhej të ishte e specializuar dhe me eksperiencë në sektorin e hidrokarbureve. Por Saxon kishte vetëm 2 muaj që ishte krijuar në ishujt Cayman. Kompania me ligj duhej të kishte një buxhet të madh investues dhe duhej t'i paraqiste shtetit shqiptar bilancet e 5 viteve të fundit. Por rezulton se kompania Saxon, me 2 muaj eksperiencë, kishte arritur të siguronte deri në qershor 2004 vetëm $2 milion. Viktor Doda, ish ministri që e bekoi marrëveshjen e parë me kompaninë Saxon në vitin 2004, përpiqet ta shohë nga një këndvështrim origjinal këtë që ka ndodhur. Fakti që ajo kompani sot ka marrë një vendburim që atëherë mund të prodhoheshin maksimumi 200 apo 300.000 ton naftë në vit dhe sot prodhon 1.100.000 ton, kjo do të thotë që kjo ishte një kompani pa eksperiencë, pa aftësi teknike dhe teknologjike për këto operacione.
Një kompani e krijuar prej 2 muajsh, pa eksperiencë dhe pa kapital investues, lidhi një kontratë me shtetin shqiptar, duke marrë në shfrytëzim një prej rezervave më të rëndësishme të naftës shqiptare, ndërsa kapiteni i kësaj kompanie ishte Richard Wadsworth, ish drejtori i projektit të Patos Marinesës që prej vitit 2001. Por zoti Wadsworth kishte gati 3 vite në Shqipëri. Pse duhej që kompania e re Saxon të regjistrohej aq larg, në Karaibe, në ishujt Cayman? Ishujt Cayman, përveç pushimeve ekzotike për turistët, ofrojnë edhe disa avantazhe të rëndësishme për biznesmenët. Këta ishuj janë zona offshore, ose siç quhen ndryshe, parajsa fiskale. Këto zona u sigurojnë biznesmenëve 2 favore tepër të rëndësishme. Së pari, garantojnë anonimatin e pronarëve të kompanive. Identiteti i tyre është gjithnjë një sekret dhe i mbrojtur me ligj në këto zonë. Së dyti, këto zona kanë taksa vetëm 1%, që do të thotë se aty kompanitë regjistrohen dhe shërbejnë si ndërmjetëse, pra si kompani seksere. Ato faturojnë blerje fiktive nga kompania mëm me çmime nën kosto e pastaj e shesin produktin tek blerësi i vërtet me çmim real. Fitimi që krijojnë nga shitja u taksohet vetëm 1%. Një metodë efikase për shmangjen e taksave në 2 shtete të ndryshme nëpërmjet një ishulli në Karaibe. 3 vite pas themelimit, kompania e re Saxon International, e regjistruar në Karaibe, e ndryshoi emrin e saj. Ajo vendosi të quhej Bankers Petroleum, që është edhe emri i kompanisë mëm të saj në Kanada. Fusha naftëmbajtëse e Patos Marinesës është de facto koncencioni një filiali offshore në Karaibe të Bankers Petroleum. Po si mundi shteti shqiptar në vitin 2004 të hynte në tratativa dhe të lidhte marrëveshje me një kompani të cilës nuk i diheshin pronarët e që operonte nga ishujt Cayman, një zonë që është konceptuar enkas për shmangjen e taksave? Si mundet që një aset kaq i rëndësishëm t'i lihej kësaj kompanie të dyshimt, pa eksperiencë dhe pa kapitale, e krijuar për 2 muaj në Karaibe? Nuk e di sa të vërtetë janë këto që thoni ju. Mund të shikoni të gjithë praktikën qenjek. Janë marrë informacione të gjithanshme, nuk realizohet kur një marrëveshje me një kompani të huaj pa marrë gjithë informacionet e saj. Për backgroundin e saj, për kapacitetet financiare, për çdo problem tjetër, për penaliteti që mund të ketë në ndryshme. Vjetë që kanë kaluar nga kjo kohë që nuk mund të majmë hollësira. Sot, mas 20 vjetësh përvoje të luftës kundër korrupsionit dhe të tjera, them që nuk duhet të ndodhej një gjë e tillë. Sepse kjo është unë shes veten time, duhet të di kujt ja shita. Si do ta kontrolloj atë të cilin e shita. Pra çdo çrregullim që mund të bëhet në kontrata, në marrëdhëniet, në lëvizjet e parave të tjera, nuk ndiqet dot më. Sot në përgjithësi luftohet të hiqet anonimati, sepse ndryshe nuk luftohet dot korrupsioni në botë. Por shqetësimi i zotit Meksi ishte bërë tashmë një fakt i kryer. Një kompani e dyshimt me pronar anonim, pa eksperiencë dhe pa kapitale, kishte arritur një marrëveshje me shtetin shqiptar. Përfaqësuesi i kësaj kompanie, zoti Wadsworth, u favorizua dhe shteti shqiptar pranoi ta ulte në tavolinë. Kompania e tij Saxon në vitin 2004 nuk përfaqësonte një investitor të madh, por shteti shqiptar e toleroi. Edhe pse kompaninë e kishte krijuar në një ishull në Karaibe që shërbente për shmangjen e taksave, sërish shteti shqiptar ja toleroi. E për 2 muaj lidhi marrëveshje me të, duke i besuar një nga zonat më të pasura naftëmbajtëse të Shqipërisë. Po, a nuk u bën shumë tolerime për zotin Wadsworth? A e kishte joshur ai shtetin shqiptar me ndonjë ofertë të re, të leverdishme, nga e cila do të fitonin të gjithë qytetarët shqiptar dhe që justifikonte tolerimet? I hedhim një sy kontratës që lidhi zoti Wadsworth në emër të Saxon Energy në qershor 2004. Në terma duket e njëjtë me kontratën e lidhur në vitin 1994 me kompaninë angleze Premier Oil, gati sikur janë 2 dokumenta identik, asnjë ndryshim ndërmjet tyre. Por një vëzhgim në detaj zbulon se të 2 kontratat në të vërtet kanë një ndryshim thelbësor. Në kontratën e parë të vitit 1994 me Premier Oil, ndarja e prodhimit të naftës ishte në raportin 15% për Alpetrolin dhe 85% për Premier Oilin. Ndërsa në kontratën me kompaninë Saxon të vitit 2004, kompania shtetërore Alpetrol nuk merrte më 15% në ndarjen e naftës bruto. Raporti kishte ndryshuar në mënyrë dramatike.
Alpetroli merrte vetëm 1%, ndërsa Saxon ose Bankers merrte plot 99% të ndarjes së prodhimit të naftës. Përfitimi i kompanisë Alpetrol nga ndarja e prodhimit kishte rënë në 1% nga 15% që kishte qenë më parë. Çfarë kishte ndodhur? Si shpjegohet që një kompani e krijuar nga hiçi vjen në Shqipëri dhe për 2 muaj merr një kontratë ekskluzive, thuajse identike me kontratën e Premier Oil, por me një favorizim të fortë në ndarjen e prodhimit dhe të fitimeve me Alpetrolin. Dy hollësiu nuk mund t'i kalojnë në mendje tash. Alpetroli kishte 15%, por gjithashtu duhet të dini që Alpetroli gjithashtu kishte edhe 15% të riskut, 15% të investimit. Kështu që kjo ka qenë dhe njëra nga arsyet që Alpetroli ka pasur pjesë më të lartë në prodhim, sepse ka pasur dhe pjesë në riskun e investimit. Sipas drejtorit të Bankers Petroleum Albania, që dikur quhej Saxon, ndryshimi dramatik në kontratë dhe kalimi nga 15% në vetëm 1% ka ardhur sepse kompania Saxon kishte një risk të lartë të investimit. Por çfarë do të thonë risk? Çfarë risku mund të ketë një kompani e sapo krijuar që vjen e fiton një kontratë ekskluzive? Risku është, po i marr rastin e një puseve që shpohen për kërkim, ose edhe për zhvillim. Një pus kushton X milion dollar. Që një investitor të marri përsipër të investojë një sasi të përcaktuar të këtyre parave, duhet i marri ose me dikujt borxh, ose një bankë borxh, ose duhet i marri nga investitorët, ose një banke. Këto para duhen paguar me interes, sepse nuk mund të paguhen pa interes. Që një pus të një risku qëndron në faktin që çfarë kohë i duhet këtij pusi bashkë me infrastrukturën shoqëruese që të paguaj këto para plus pastaj të nxjerrë dhe fitim. Bankers prej 10 vjetësh e ndan prodhimin e naftës në raportin 1:99% me Alpetrolin. Por nga ana tjetër, pasqyrat financiare të kësaj kompanie tregojnë se kjo kompani në 10 vite ka paguar 0 tatim fitim. Vetëm për vitin 2013, të ardhurat e kësaj kompanie ishin mbi 540 milion dollar. Bankers, që shfrytëzon prej 10 vitesh thesarin e Patos Marinzës, ka 10 vite që paguan 0 tatim fitim. Një kompani që për 10 vite i ka të ardhurat mbi 2 miliard dollar, paguan tatim fitimi më pak se një ushqimore apo kinkaleri. Motivet e këtij paradoksi lidhen me një dispozit të kontratës që Bankers ka lidhur me qeverinë shqiptare dhe me formulën e zgjedhur për mbulimin e kostove nga kompania. Sipas kësaj dispozite, përsa kohë kompania Bankers nuk mbulon kostot e veta, atëherë shteti nuk mund t'i marrë asaj tatim fitimi. Dhe Bankers ndonse me të ardhurat prej disa qindra milion dollar çdo vit. Thot se fitimin e saj e investon të gjithin tek puset e reja dhe nuk i mbetet asnjë qindark në xhep që më pas t'i tatohet prej shtetit. Bankers ka vjel mbi 2 miliard dollar të ardhura që prej vitit 2004 nga shitja e naftës së Patos Marinzës, por kompania pretendon se të gjithë fitimin e ka riinvestuar në puse. Unë po them që 100% e cash flow-ut, 100% e parave që nxirren nga ky vendburim riinvestohen 100% këtu në Shqipëri. Të marrësh sot 1.100.000 ton naftë dhe mos të kesh fitimet e veta, atëherë unë tash një gjë tjetër, se këtu janë problemet se si monitorohet marrëveshja. Drejtuesit e kompanisë Bankers nuk din të thonë me saktësi se kur do të përfundoj periudha e mbulimit të kostove, që më pas shteti shqiptar të ketë mundësinë që t'i marrë asaj tatim fitimin. Nëse ti do të pranojsh një kompani e shpenzime pafund, jashtë logjike, jashtë programi që të ka miratuar, atëherë kuptohet që buxheti nuk do marrë asgjë. Ose e kundërta që ai mund të bëjë edhe avazione, mund të bëjë edhe punë tjetër. Këto janë çështje të tjetër kujt të tatimeve që duhet i njekin edhe të bëjnë ekspertizën qoftë edhe me duke marrë edhe grup specialistësh për të parë si bëhet. Por dokumentet zyrtare zbulojnë se kompania Bankers ishte zotuar se deri në vitin 2009 ajo do ta kishte përfunduar investimin dhe mbulimin e kostove.
Ministri Gens Ruli firmosi në vitin 2006 planin e zhvillimit të kompanisë Bankers Petroleum. Është pikërisht ky plan që caktonte dhe afatet për mënyrën se si do të kryhej investimi dhe mbulimi i kostove nga kompania Bankers. Në vitin 2007, Ministri Ruli ka nënshkruar këtë dokument në të cilin zbulohet se plani i zhvillimit të kompanisë Bankers Petroleum parashikonte që mbulimi i kostove do të përfundonte në vitin 2009. Në vitin 2009, kompania Bankers Petroleum duhej të fillonte pa kushte që të paguante tatim fitimi, por nuk e ka bërë as sot e kësaj dite. Çfarë ka ndodhur? Të dhënat zyrtare tregojnë se Ruli e ka ndryshuar kontratën me Bankers pa pritur të vinte viti 2009. Kontrata është modifikuar për të dytën herë në vitin 2008. Detajet e këtyre ndryshimeve janë mbajtur konfidenciale nga autoritetet shtetërore. Por është fakt që kompania nuk ka paguar tatim fitimi prej 10 vitesh, edhe pse ishte zotuar se në vitin 2009 do niste të paguante tatim fitimin. Pikërisht në këtë vit, pra në vitin 2008, kur kompania Bankers Petroleum e modifikoi kontratën, ajo bëri pjesë të bordit të saj drejtues ish generalin e NATO-s, zotin Wesley Clark. Clark kishte lidhje të mira me establishmentin politik shqiptar që prej luftës së Kosovës. Gjatë viteve 2007-2008, zoti Clark e vizitoi disa herë Tiranën. Ai u takua me qeveritar dhe drejtues të lartë shtetëror, ndërsa ishte njëkohësisht pjesë e bordit drejtues të Bankers Petroleum. A ishin këto dy ngjarje të lidhura me njëra tjetrën? A loboi generali Clark në Tiranë që Bankers të modifikonte kontratën në vitin 2008? Viti 2009 ishte viti kur Bankers arriti të shmang detyrimin për pagesën e tatim fitimit, por të paktën qeveria asaj kohe në të njëjtin vit i vendosi taksën e rentes minerare. Bankersi nisi të paguajë rentën minerare prej 10% të prodhimit të përgjithshëm, ndonse edhe për mënyrën se si e deklaronte pagesën e saj ka pasur gjithnjë dyshime dhe debate publike. Kjo ka ndodhur sepse Bankers, kur raportonte pagesat e saj për rentën minerare, e jepte shifrën e rentës duke i shtuar edhe shifrat e sasisë së naftës që i dorëzon Alpetrolit nga ndarja e prodhimit. Financat e shtetit shqiptar direkt kanë përfituar 220 milion në formën e taksës minerare. Bankers nuk paguan tatim fitim, pasi thotë se ende nuk ka mbuluar kostot, ndërsa qeveria e re, e ardhur pas 23 qershorit, vendosi të taksonte më shumë sektorin e hidrokarbureve. Në këtë mënyrë, kompanive koncesionare ju shtuan 3 taksa: taksa e akcizës, taksa e qarkullimit dhe taksa e karbonit. Midis qeverisë shqiptare dhe kompanisë Bankers, u rishikua sërish marrëveshja hidrokarbure dhe u bën ndërhyrjet e duhura për aplikimin e këtyre 3 taksave. Vetëm se kishte një problem. Kontrata fillestare e lidhur në vitin 2004 i jepte kompanisë Bankers imunitet nga aplikimi i taksave të reja. Për të kuptuar më mirë se si ishin zbatuar 3 taksat e reja, ju drejtuam Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore për t'i pyetur. Kjo agjenci është edhe institucioni përgjegjës për mbikëqyrjen e kontratave koncesionare në energjetik. Përgjigja që ktheu AKBN-ja ishte surprizuese. Ndryshimet fiskale, me shtimin e taksave për akcizën, karbonin dhe qarkullimin, sollën ndryshimet e vitit 2014 në kontratën me Bankers, miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave. Në këtë ndryshime, sankcionohet konsiderimi si kosto hidrokarbure, do me thënë që kompania këto kosto i rikuperohet përsëri nëpërmjet naftës fitim i të gjitha pagesave të bëra në kuadër të këtyre ndryshimeve fiskale. Pra, këto 3 taksa, akciza, karboni dhe qarkullimi, kompanisë Bankers Petroleum i rikuperohen 100%. Që do të thotë se de facto qeveria nuk e ka taksuar kompaninë Bankers. Varet çfarë taksas janë këto. Sa përqindësh pjesa që merr shteti dhe sa ndikon kjo taks në pjesën që merr shteti, mos i bie që e merr të tërën dhe duhet të japësh dhe lekë të tjera atij. Nga të tuat. Jo vetëm që sfiton nga nafta, po jep dhe lekë
afro $7 milion çdo vit taksa neto. Por në fund Bankers u kthye në një kompani precedent. Të gjitha marrëveshjet e tjera që lidhi shteti shqiptar me industrinë hidrokarbure pas vitit 2004 ishin në frymën dhe në stilin e kontratës së Bankers Petroleum. Në vitin 2008 qeveria shqiptare miratoi kontratën me kompaninë Stream Oil për fushat naftëmbajtëse të Ballshit, të Gorishtit e të Koculit. Edhe kjo kompani preferoi të regjistrohej në parajsën fiskale të ishujve Cayman, duke garantuar anonimatin e duke preferuar të operonte nga një zonë ku taksat shmangen lehtë. Edhe termat e kontratës me Stream Oil vazhdojnë ta mbajnë shtetin shqiptar në pozita disavantazhi për sa i përket ndarjes së prodhimit, por dhe aplikimit të taksave. Sot kompania Stream Oil ka shitur një pjesë të madhe të aksioneve të saj tek një kompani turke. Shitjen e ka bërë ende pa përfunduar investimin. Identike është edhe historia e koncesionarit Sherwood, i cili ka marrë disa fusha naftëmbajtëse në Kuçov në vitin 2010. Në fakt, Sherwood është një kompani në pronësi të Bankers Petroleum, por e regjistruar si një entitet më vete në ishujt Cayman. Nga 4 kompani koncesionare në nxjerrjen e naftës në tokë në Shqipëri, 3 prej tyre operojnë prej ishujve Cayman dhe i kanë gati identik termat e kontratave. Në finale rezulton se shteti shqiptar ka toleruar hyrjen e kompanive me pronar anonime pa eksperiencë. Që e pengonin. Është pikërisht kjo konfidencë e ligjëruar në kontrata mes qeverive shqiptare dhe këtyre kompanive që na ka çuar në situatën ku shqiptarët përfitojnë vetëm thërrime nga gostia e koncesionarëve të naftës.